Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku si çdo të hënë të martë e njëjtë dhe të premte ku fokus kemi me aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë dhe gjeopolitik. Të martave si zakonisht fokusi mbetet tek gjeopolitika. Kam të ftuar si gjithmonë mikun e emisionit Dritan Goxha. Dritan, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën sërish. Dritan, vijnë lajme pas lajmesh në lidhje me negociatat që pritet të zhvillohen në Islamabad, ndërkohë që dhe 24 orë pak a shumë përfundon edhe armëpushimi i vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Iranit. Çfarë po ndodh në të vërtetë? Realiteti është aktualisht asnjëra nga palët nuk ka nisur delegacionin drejt Islamabadit, pra. Pavarësisht deklaratave të Trumpit për këtë, iranianët nuk kanë vendosur deri në moment, pra kanë bërë një deklaratë të qartë që në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk heqin bllokadën e tyre që kanë vënë në detin e Omanit, nuk do të nisen drejt Islamabadit. Pra kjo është kushti. Ky është kushti dhe po i përgjigjen kushtit me kusht, pra. Do kemi një parë si quhen negociata. Nuk kemi pasur as negociata as gjë, pra. I themi negociata pasi mediat ka dëshirë ta quajë negociata, por realiteti është që kjo nuk është një negociat. Koncepti i negociatës është kur ne negociojmë, pra kur bëjmë një bashkëbisedim. Pra negociata është unë jap një ofertë, ju më jepni një ofertë. Derisa të bijmë dakord që të dy ofertat tona të bien në një ofertë të vetme. Në këtë rast nuk kemi pasur një gjë të tillë, pra nuk kemi pasur asnjë lloj bisede të tilla. Ajo çfarë ka qenë thjesht amerikanëve që ne po të shihni Trumpi thotë ose pranoni dorëzimin, kapitullimin ose ne do t'i sulmojmë. Pra kjo nuk është negociat, kjo është kërcënim. Po. Kjo është kërcënim i hapur dhe kjo i bën të pavlera çdo lloj tentative për negociat. Prandaj dërsa kohë ekziston edhe bllokada, për këtë arsye edhe iranianët janë përgjigjur me të njëjtën mënyrë dhe metodë. Pra në momentin që ju thoni, në momentin që njëra palë thotë ose pranoni këtë ose do shkojmë luftës, iranianët thonë ose hiqni këtë ose do shkojmë drejt luftës. Pra përgjigja është në të njëjtën nivel në këtë moment. Dhe nuk ka pasur negociata, nuk ka negociata. Edhe ato që do të bëhen në rast se do të ulen në tavolinë, nuk do të jenë negociata, amerikanët thjesht po shfrytëzojnë një kohë për të përfunduar rritjen e kapacitetit të tyre ushtarake sërish në rajon. Trumpi e ka shtyr atë afatin, sepse afati duhet mbaroj sonte në darkë. Pra, në këto kushte që po flasim, deri në ora 12 natës afati mbaron, në real duhet mbaronte sipas asaj deklaratës para 2 javëve. Por e ka shtyr edhe 24 orë, siç thotë ju, e ka shtyr 24 orë për arsye se nesër në drek pritet që aeroplanmbajtja Bush të mbërri në Oqeanin Indian. Për këtë arsye, pra. Dhe bën 2 aeroplanmbajtse drejt. Bën 2 aeroplanmbajtse aty, por nuk ka ajo që është aktualisht nuk ka ndonjë farë vlerë sepse ajo i ka harxhuar kapacitetet e saj. Pra kjo e reja ka kapacitetet e reja që bie. Po kjo aeroplanmbajtse besoj duhet të jetë, po nuk e di. Pra aeroplanmbajtja mbrin nesër në drek. Dhe për këtë arsye shtyra afatit deri edhe 24 orë sepse nuk mund të fillojë asnjë lloj sulmi pa mbërritur kjo. Dritan, bëhet plani i sulmit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nënkupton atë që thot presidenti Trump që do kalojmë tani te një goditje dhe një ofensiv që do godasi ura, centrale energjetike, infrastrukturë tjetër, po ashtu Tiranit, pra në një ajo që quhet crushing, në një shtypje të atij që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë sot problem. Çfarë dim, si do të jetë? Do jetë e ngjashme me goditjen e parë kjo që do ndodhi apo goditja do të jetë e njëjtë. Pra, aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbledhur kapacitete të reja ushtarake në rajon. Aktualisht në momentin që flasim, në rajon do të mblidhen, pra nesër bëhen aty diku rreth 8 nëndece. 8 nëndece pra bëhen të shpërndara, 4 nëndece do të jenë në Oqeanin Indian, kurse 4 nëndece do të jenë në Mesdhe. 8 nëndece të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndodhen sot për rreth në gjithë rajonin, në teatrin, sepse gjithë rajoni është një teatër luftimi. Dakor. E gjithë rajoni, pra gjithë gadishulli arabik, edhe çfarë përfshin Irani dhe Izraeli, Libani, Gaza, Siria, gjithë janë një teatër luftimi. Është një teatër luftimi e gjitha. Pastaj secila vetë ndajnë në teatra operacionale, pra. Në zona operacionale, pra kjo është ideja. Do ta shpjegojmë këtë, po pse më ngacmova me këtë se punën e nëndeceve.
Se herën e parë nuk është se, apo kanë qenë edhe funksionale herën e parë? Herën e parë kanë qenë 4 në ndecë, tash janë shtuar edhe 4 të tjera. Që do të thotë? Që do të thotë në kuptimin e planit operacional? Në kuptimin e një plani ushtarak, duhet kemi këtë parasysh që një në ndecë ka 154 raketa Tomahawk. 154 raketa. Pra. Domethënë 854 raketat lëshohen nga nëndecët. Raketat Tomahawk. Edhe ato që janë lëshuar radhën e parë edhe këto që janë lëshuar nga nëndecët. Po, nga nëndecët. Dhe duke qenë se tashmë janë 8 nëndecë, pra nga 154 copë secila i bie 1230 diçka Tomahawk në total. Pra kjo është kapaciteti i raketave Tomahawk që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë në dispozicion këtë radhë. Radhën e parë kishin 850. Këtë radhë kanë 1230 diçka. Në total tashmë kanë shtuar anijet, janë bërë 85 anije ushtarake në të gjithë të teatër në këtë teatër luftimi. 85 anije. Po 85 anije nga 14 shtete. Pse nga 14 shtete? Pra do llogarisim në këto. Ka çuar Franca, ka çuar Anglia, ka çuar Italia, ka çuar Greqia, por anijet luftarake të këtyre shteteve nuk marrin pjesë direkt në luftim kundër Iranit, po marrin pjesë në mbrojtje të Izraelit dhe në mbrojtje të bazave amerikane. Pra, anijet e Francës... luftanijet franceze, angleze, italiane dhe gjermane ndodhen aty për të mbrojtur Izraelin dhe për të mbrojtur bazat ushtarake amerikane që ndodhen në vendet e gjirit, aq sa kanë kapacitetin e hapësirës tyre të mbrojtjes, në shërbim të kësaj lufte, të këtij operacioni të nisur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë 14 shtete, sepse unë përmenda vetëm këto shtetet europiane, po këtu pastaj hyn edhe Izraeli ka luftaniet e veta, pastaj hyn edhe vendet e Gadishullit arabik, pra vendet arabike, të cilat kanë edhe ato anijet e tyre, pra në gjithë ato janë 14 shtete që marrin pjesë në këtë. Kemi 3 aeroplan mbajtëse aktualisht, pra 2 janë aktuale atje, 1 po shkon, 2 janë, pra është aeroplan mbajtësa Lincoln e cila ndodhet në Oqeanin Indian, është aeroplan mbajtësa Ford e cila ndodhet në detin Mesdhe, dhe është edhe aeroplan mbajtësa Bush e cila është duke ardhur aktualisht ndodhet në gjirin e Malagës, pra ndodhet në këto në Madagaskar, Madagaskari është këtu. Pra është duke kaluar Madagaskarin dhe së shpejt, pra nesër pritet të mri këtu në Oqeanin Indian këtu. Ku ndodhet aeroplan mbajtësa tjetër. Tjetra është. Pra njëra është këtu në detin Mesdhe. Njëra ndodhet këtu. Tjetra aktualisht ndodhet këtu, po që pritet të mri nesër. Pra bëjmë 3 aeroplan mbajtëse në teatër luftimi. Pra gjithë ky është një teatër luftimi, pra të kuptojmë. I gjithë ky përfshi Irani, gjitha kjo pjesa, pra komplet kjo. Gadishulli arabik, Irani, që përfshin këtu edhe kjo pjesa, gjitha kjo është një teatër luftimi i gjithë. Ky teatër luftimi pra kjo është një zonë e vetme luftimi. Dhe kjo zonë e vetme është ndarë në 9 zona. Pra të krijohet ideja, çfarë është teatri i luftimit. Ky është një teatër luftimi dhe pastaj ti ndan në teatre të tjera operacionale. Teatrat operacionale janë 9 zonat. Pra, shkon idenë, siç ishim në luftën e Kosovës. Kosova ishte një teatër luftimi i gjithë. Dhe këtë ushtria shqiptare e Kosovës kishte ndarë në 9 zona në 7 zona operative. Pra lufta zhvillohej në Kosovë. Por ne kishim 7 zona operative numër 1, numër 2, numër 3, numër 4, numër 5. Dhe kjo ti e ndan në zona. Pra kjo është ndarë në zona dhe këto zona janë pjesë e këtij teatri luftimi. Po. Që është ndarë. Aktualisht i ka bërë nga 12 që i kishte, tashmë ka bërë 21 avion bombardues strategjik. 21 avion bombardues strategjik. Pra strategjikët janë B2-shët, B52-shët, ata që përdoren për të goditur për të lëshuar bomba të mëdha, pa ato bomba nga lartësi shumë e madhe. Të gjithë këto shtete së bashku që kanë marrë këto 14 shtete së bashku në këtë ndihmën detare që i përjapin Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë angazhuar rreth 150-120.000 trupa. Gjitha këto shtetet. Sepse trupa 120.000 trupa. Po këto shtetet që janë, kurse 150.000 trupa në vetë i ka angazhuar vetëm Izraeli në luftën e tij kundër Hezbollahut, Hamasit dhe gjitha ato tjera. Kurse amerikanët kanë 50.000 forca në terren, pra diku të bëhet laf për 230.000 forca në total. Kanë mbledhur 230.000 forca. Po aktualisht kanë çuar edhe janë bërë numri avionëve nga 800 që ka qenë është bërë 1100. Pra aktualisht numri avionëve është shtuar. 1100 avion. 1100 avion të tjerë goditës, pra gjuajtës. Kjo është kapaciteti ushtarak që ka mbledhur Shtetet Bashkuara të Amerikës aktualisht për këtë fazë të dytë të luftimeve, e cila unë mendoj që do të fillojë patjetër, sepse nuk ka ku shkon, pra gjithë kjo forcë e madhe do doli dhe kjo arsyeja që kanë gjetur, pra kjo oferta për negociata që e quajnë negociata, po është negociata dhe ky lloj arpushimi që është arpushim, po është ndalim po luftimesh, është bërë për këtë arsye, pra për të rritur këto kapacitete, sepse siç tham, kapacitetet më parashme u harxhuan, pra kaluan
Dhe duheshin që të rriteshin kapacitetet, duheshin që të përgatiteshin sërish, pra të vinë sërish Tomahawk të ri, të vinin raketat të reja 158 AGM që janë ato jasën, pra raketat, sepse Tomahawk dhe raketat 158 AGM janë raketat që janë atë stand-off ammunition. Pra që ti godet nga largësia, sepse Tomahawkut shkojnë deri në 2000 kilometra, kurse këto jasmë shkojnë deri 1000 kilometra. Pra ti nuk ke nevojë të hysh në hapësirën territoriale ajrore të Iranit, po i godet ta nga jashtë hapësirës ajrore. Ka duke përdorur në mënyrë që të minimizosh dëmet në forcat e tua ushtarake. Dhe në momentin që gjitha këto mbrin terren, atëherë do të fillojë sërish luftimi. Por kjo luftë sërish do të godasin të njëjtat objektiva që goditën. Pra në aspektin e objektiva ushtarak, në aspektin e objektiva civil do të normalisht që edhe radhën e parë nuk kanë pushuar se goditur objektiva civil. Janë 422 objekte spitalore që janë goditur në Iran, të cilat nuk kanë lidhje fare me çështjet ushtarake. Pra janë objekte civile. Ura janë goditur, hekurrudha janë goditur, dhe ajo që është interesante në këto 2 javë që ndodh, iranianët i kanë rindërtuar sërish urat dhe hekurrudhat e goditura. I kanë bërë funksionale, riparuar. Por kanë shfrytzuar kohën edhe për të hapur ato tunele të cilat ishin goditur, pra hyrjet e tuneleve ishin goditur dhe shëmbur nga goditjet e raketave amerikane dhe izraelite, dhe kanë arritur të nxjerrin aty raketat e tjera, të cilat i kanë pasur shtratet e tyre të lëshimit, të cilat janë bllokuar. Pra edhe iranianët kanë shfrytzuar këtë për të rritur kapacitetet e tyre, dhe ka një deklaratë interesante të forcave të Izraelit, shtatë përgjithshëm të Izraelit, i cili thotë që iranianët kanë arritur të rekuperojnë, me fjalë, aktualisht sasia raketave që kanë mbetur është 70%. Pra vetëm 30% raketave kanë harxhuar, ndërkohë që dihet që iranianët kanë harxhuar 1300 raketa. Për 30 ditë. Po. Për 30 ditë 1300 raketa, do me thënë numri i raketave të iranianët ka qenë 4000, sipas kësaj logjikës tyre. Sepse ju kanë mbetur 70%, pra kanë harxhuar 30%, i bie që numri i raketave të jetë qenë 4000. Pra nga 4000 kanë heqim 1300 që del kanë 1300 raketa balistike të harxhuara. Kurse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë harxhuar 850 raketa Tomahawk për 30 ditë dhe 1000 raketa 158 AGM jasëm për 30 ditë. Pra, kjo është kapaciteti që kanë harxhuar. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë në total para fillimit të këtyre luftimeve kishin para fillimit të luftimeve Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin në total 3500 raketa Tomahawk dhe 3000 raketa AGM, 158 AGM. Pra fakti që tashmë kanë harxhuar 850 për 30 ditë edhe 1000 për 30 ditë të tjera, dhe këto sërish i ka zëvendësuar, po zëvendësimi i tyre është po i njëjtë. Pra si shtam, tash kanë prur 1232 raketa Tomahawk. Po. Dhe normalisht janë edhe 1200 raketa AGM. Dhe me këto raketa, duke bërë llogaritjen që për 30 ditë kanë harxhuar tazëm 30 raketa në ditë, sa aq i bie një llogaritje mesatare, pra 28 midis 28 dhe 30 raketa në ditë për 30 ditë, pra i bie që tashmë këta mund të luftojnë me 1200 raketa, mund të bëjnë 40 ditë luftë. 40 ditë luftë. Pra ka që edhe një 40 ditë që mundet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pas 40 ditë të tjera janë të ditë, pra 40 ditë në rast se do të harxojnë nga 30 raketa në ditë. Por në rast se këtë rast kemi Trump i cili thotë që do të bëjmë shkatërim total, pra shkatërim masiv, atëherë bie që të harxojnë më shumë se 30 raketa në ditë, pra të harxojnë 60 raketa në ditë ose 50 raketa në ditë, sepse do shkatërrojnë më shumë ura, më shumë objekte civile. Atëherë bie që për 20 ditë ti mbarojnë. Dhe kur ti mbarojnë për 20 ditë, atëherë sërish pas 20 ditësh Trumpi do kërkojë sërish bisedime, negociate në mënyrë që të ketë kohë të bëjë edhe një furnizim, sepse i mbetet në magazinat e Amerikës mbetet edhe për një herë furnizim. Dhe ky furnizim i sërish i do më shumë se sa 15 ditë kësaj radhe, sepse furnizimi kësaj radhe nuk ka të bëjë vetëm me çështjen e raketave që dim, por ka të bëjë edhe me mirëmbajtjen e avionëve që do fluturojnë, pra me orët e tyre që do punojnë. Dhe këtë radhë nuk e bën dot më mirëmbajtjen për 2 javë, po të duhet një mirëmbajtje për 1 muaj, pra duhet të zgjasë 1 muaj, edhe më shumë. Dhe amerikanët kanë një afat kohor në këtë aspekt, sepse siç e tham, mbani mend datën 10 qershor. Data 10 qershor është data e fillimit të kampionatit botror. Kështu që amerikanët tashmë ose do bëjnë një luftë 30 ditore e cila mbaron i bie po ta nisin luftën nesër, i bie data 22, 23 i bie që ta mbarojnë me datë 31, me datë 21 maj. Por nga 21 maj deri me 10 qershori është një kohë shumë e vogël e shkurtër për të shitur bileta, për të organizuar vajtëradhe që njerëzit të bëjnë bileta. Prandaj
i duhet të harxojë 20 ditë. Pra 20 ditë mund ta bëjë një luftë. Dhe pas 20 ditësh e ndalin në ndërpresin sërish luftën. Amerikanët ndërpresin luftën. Por ama lindet pyetja, a do ta ndërpresin edhe iranianët luftën në rast se amerikanët ndërpresin? Sepse iranianët ndërpren tash luftën për arsye se kishin nevojë të nxirrin kapacitetet e tyre, pra të rishtonin kapacitetet e tyre. Sepse sipas izraelitëve, izraelitët arritën t'i bllokonin, pra t'i shkatërronin 20% të kapaciteteve të shtrateve të lëshimit iranianëve dhe 20% të tyre ju mbetën të bllokuara në këto tunelet që folëm. Dhe para 2 ditësh kemi një sërish të izraelitëve, të cilët thonë që iranianët kanë arritur të nxjerrin edhe 20% të kapaciteteve të tyre, pra t'i shtojnë 20%, pra nga 60% që kishin mbetur, kanë shtuar edhe 20% të shtrateve të lëshimit, të cilat i kanë nxjerrë që kishin mbetur atje brenda. Pra kanë shtuar në 80% shtrateve të lëshimit. Dhe në rast se do të kemi një goditje tjetër, duke bërë llogari që me të njëjtën sasi armatimi, në radhën e parë shkatruan 40% të shtrateve të lëshimit, do të shkatrojnë edhe 40% këtë radhë. Pra iranianëve në fund i mbeten sërish 40%, po amerikanëve nuk i mbetet më asnjë. Dhe izraelitëve. Pra këtu është ajo edhe izraelitët dhe iranianët kanë pranuar për 2 arsye këtë lloj ndalim luftimi. E para që të rrisin kapacitetet e tyre ushtarake, pra të nxjerrin ato që janë bllokuara. Kishin dhe ata nevojë. Pikërisht. Dhe e dyta që të japin amerikanëve mundësi që të harxojnë edhe një herë magazinën e tyre. Dhe pastaj s'u mbetet më tjetër. Dhe pastaj mbeten në mëshirën e sulmit të ushtrisë iraniane dhe të forcave iraniane. Pra është një veprim strategjik për të ardhmen. Dritan, nëse herën e dytë tani se kjo po vjen e treta, po herën e parë iranianët u kundërpërgjigjen duke goditur Izraelin, duke goditur dhe bazat amerikane që ndodhen në vendet e gjirit. Cili dim, a kemi ndonjë informacion në lidhje me si do të vazhdoj kundërpërgjigja e Iranit në rast të një sulmi tjetër, pra do të vazhdoj sërish në atë trajektorin që mësuar, raketa drejt Izraelit, raketa drejt Emirateve, raketa dron drejt Emirateve, raketa drejt, a ka një plan apo një ide se si do të jetë kësaj radhe kundërpërgjigjja e Iranit? E gjitha do të varet nga objektivat që do të godasin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Pra në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli do të godasin objektivat energjetik të Iranit, të cilat i krijojnë probleme nga ana energjetike e Iranit për veprimtarinë civile dhe për gjithçka tjetër, atë Irani do të kundërpërgjigjet duke goditur objektiva civil në të gjithë këdishullin arabik. Në rast se do të godasin vetëm objektiva ushtarake, atë iranianët do të përgjigjen kundër objektivave ushtarak. Iranianët e kanë shumë më të lehtë goditjen, pra siç tham, në rast se iranianëve ju kanë mbetur pra tashmë nga 4000 raketa, harxuan 1300, kanë mbetur 2700 raketa. Atëherë për 30 ditë harxuan 1300. Tashmë iranianët nuk do harxojnë 1300 raketa, sepse numri i objektivave që iranianët kanë në dispozicion për të goditur është më i pakët se sa ishte radhën e parë. Pra nuk do harxojnë më 1300 raketa, por do harxojnë 700 raketa. Pra do harxojnë më pak, duke harxuar 700 raketa, mënyra koha që ti mund të shkosh për një goditje është më e madhe. Dhe kjo është ideja ajo që kemi diskutuar se si mund godasin amerikanët, po s'kemi llogaritur. Atë çfarë mund të bëjnë iranianët? Kam një hartë aty regjia që jep gjithë Hormuzin fakt me shigjet, nëse është gjithë gadishullin arabik, besoj do ta kesh. Mjafton të nxjerrë një hartë me gadishullin arabik, që të shpjegoj. Ja t'ja unisë edhe, kjo është. Falenderoj. Kjo. Iranianët mund të godasin pra për ta bllokuar totalisht, siç kanë thënë para, do bllokojnë Bab el-Mandetin. Pra Bab el-Mandeti ngushtisë e Bab el-Mandetit. Menjëherë, sa po të fillojë bllokohet. Absolutisht, kjo bllokohet dhe bllokojnë Houthit dhe nuk ka kalim. Pse nuk ka kalim? Shihni, kjo është gazsjellsi, naftsjellsi, tubacioni i gazit dhe naftës që çan rres përmes Arabinë Saudite dhe bjen këtu dhe shpërndan naftën në Yanbu. Porti Yanbus, po. Duke bllokuar këtë, çdo anije e madhe që merr naftë nuk mund të hyjë dhe mund dali. Sepse kanë gjirë në kanalin e Hormuzit këto anijet e naftës, kanalin e Suezit. Kanali i Suezit nuk mund të kalojnë këto anijet e naftës. Duhet të kalojnë. Pra duhet patjetër të kalojnë këtu. Pra është e pamundur, pra bllokohet totalisht. Edhe ajo që po del tashmë, 6-7 milion fuqi në ditë që po shpërndan Arabia Saudite, po që vjen nga kjo, nuk mundet më ta bëj. Pra, e para bllokohet kjo. E bllokojnë këtë. E dyta është do goditen 3 objektiva kryesorë janë për të goditur. Objektivi i parë është Yanbuja, pra goditet Yanbuja, porti Yanbus, i cili del jashtë për funksionimit. Dhe porti i dytë është një port tjetër këtu, është porti këtu në Arabinë Saudite. Po. Është një port në Emiratet e Bashkuara, i cili është përtej gjirit Hormuzit. Pra, këtu është ngushtica e Hormuzit, kjo është në anën këtu. Dhe është porti kryesor nga cilin Emiratet e Bashkuara aktualisht po shpërndajnë naftën dhe gazin, aktualisht në
3-4 milion fuqi në ditë. Në këto. Që vazhdon, po. Absolutisht vazhdon. Në rast se edhe kjo goditet, po, është këtu porti. Është këtu porti. Është këtu. Në rast se duhet të jetë një hartë tjetër që është me kryqe, me kapë. Është një hartë me po, regjia. Me kryqe të kuq. Jo, është një tjetër. E kam sjellun për dritanin. Jo, tjetra. Ja, jo, është Jo, është një tjetër që do ta kesh me kryqe të kuq aty. Nuk ka gjë edhe kjo, s'ka rëndësi. Pra porti tjetër është Xhebel, pra ky porti është Xhebel Ali. Pra porti Xhebel Ali po është këtej në anën këtej, pra është pika këtu është këtu. Ja t'ja nisë edhe një herë gjithë. Nuk ka rëndësi, edhe kjo është. Pra këto janë dy pikat kryesore, 1, 2. Pra porti Xhebel Ali, porti Janbus, ku ti bllokon totalisht daljen e naftës. E qartë. Dhe të gazit. Pra nuk ka më dhe nuk eksportohet me naftë dhe gaz nga diskulli arabik. Pra kjo jep fund eksportimit të naftës dhe gazit nga diskulli arabik. Kurse pika tjetër që do goditet, pra pika e tretë që Iraniat do goditet dhe që unë kam bërë çudi që nuk e kanë goditur gjatë tyre 3 ditëve. Është në Izrael. Është në bazën, është në pjesë e bazës në Evatim. Aty është një pjesë e kësaj baze, është një njësi e veçantë, një pjesë e bazës, një bazë brenda bazës iraniane. Tani sa regjia. Brenda bazës izraelite, bazës ajrore të Nevatimit. Pa Jaku është. Jaku është, ajo atje. Pra, këto janë pikat. Këto janë pikat ku do goditet. Kjo pika tjetër këtu. Pra, këto janë pikat që goditen, që do të jetë goditja. Dhe katërta dhe pika tjetër është bazë ushtarake në Nevatim. Brenda bazës Nevatim është një bazë ushtarake amerikane. Ajo është baza kryesore amerikane që nuk varet nga Centcomi, po varet nga Eurocomi, nga EUCOMI. Pra nga komanda amerikane për Evropën. Dhe ajo atje është bazë ISR, pra bazë ISR, Intelligence Surveillance Reconnaissance, pra është për surverim, mbledhje inteligjencë dhe rekonicion. Dhe ajo baza koordinon, është baza kryesore amerikane, e cila koordinon të gjithë veprimtarinë luftarake amerikane në gjithë të teatër luftimi, nga ajri, pra mban kontrollin e dronëve, të avionëve, gjithçka tjetër dhe kontrollon dhe mban në menaxhim të gjithë radarët që ndodhen në këtë teatër luftimi. Ajo baza atje. Baza quhet baza numër 152. Baza numër 152. Po, dhe është vetëm 70 kilometra nga kufiri me gazën. Është një bazë e cila ka vepruar në bashkëpunim me izraelitët që nga viti 2008 kur është ndërtuar për herë të parë. Dhe ka organizuar me ushtrinë izraelite 7-8 stërvitje të mëdha ushtarake për veprimtari luftarake në zonat të banuara. Pra gjithë ajo çka ka ndodhur në Gaza, gjithë ajo çfarë ndodh në Liban, dhe gjithë ajo çfarë po ndodh në Iran, këto goditjet në zonat banuara, janë pjesë e programit të kësaj baze amerikane, pra të këtij genocidi të prodhuar nga ushtria amerikane për nevojat e ushtrisë izraelite dhe për nevojat vetat. Po në një emision tjetër se nuk na dërkoa e shpjegojmë edhe pse baza pse do goditet dritan. Jo, regjia aty ku ishim. Në rregull, edhe këtu. Ky është Izraeli, nuk ka gjë. Ky është Libani, është Izraeli. Aty ku ishim se kisha një pyetje dritan. Kisha një pyetje se do dalim aty ku ishim tek ajo me po. Pra dritan, ajo se nga që i kishim. Pra ajo është baza kryesore që dhe në këto 30 ditë. Ajo qendër, pra qendra 152 quhet. Qendra 152 nuk është goditur nga iranianët. Domthonjë që është, pra, është goditur truri i gjithë, pra nuk është Centcomi ai që po e drejton luftën. Po është baza 152 që po e drejton luftën dhe po e menaxhon atë. Baza Nevatim e Izraelit është goditur, po është goditur baza, pra është goditur baza ajrore e izraelitëve, kurse pjesa ku ndodhet baza amerikane, kjo pjesë, pra qendra 152 nuk është goditur nga ana iraniane. Që do të jetë objektiv kësaj radhe. Këtë radhë do të jetë objektiv. Këtu është tubacioni dritan. Këtu është tubacioni Janbu që kalon. Pra kjo është porti Janbu i cili goditet. Ky është Bab el Mandedi që do mbyllet. Dhe këtu është Xhebel Alia. Dhe këtu është porti. Porti Xhebel Ali, i cili aktualisht vetëm 2 vende të cilat po eksportojnë naftë, 3 vende që po eksportojnë naftë aktualisht sot nëpërmjet detit janë Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara dhe Irani. Iraku nuk është duke eksportuar naftë nëpërmjet detit, është duke eksportuar naftë nëpërmjet tokës. Po. Ka qenë drejt Turqisë. Kam një regjia kam aty një hartën e tubacioneve, ju asolla sot, po nuk e di nëse e gjej. Po jo, po eksporton edhe me tubacione, po edhe nëpërmjet kamionëve. Kamionëve. Okej. Pra kjo është ajo kundërpërgjigje që kjo është. Në rast se ajo ajo që kemi diskutuar në fakt një herë. Kjo është një tjetër gjë. Në rast se ajo ndodh, pra ajo kundërpërgjigje e Iranit ndodh, pra në rast se do shkojnë në ato pika, atëherë kemi bllokim total
të naftës, të gazit dhe gjithçka tjetër. 30% e naftës sot e naftës botërore do të bllokohet paktën. Absolutisht. Pra kriza do të thellohet edhe më tepër. Në rast se kjo ndodh. Pra çdo lloj luftimi, por tashmë kemi këtë se këtu kemi gjitha kjo bllokada detare ndodh prej këtu. Pra bllokada detare është komplet kjo që ka bërë Amerika në këtë pjesën këtu. Dhe pse ka ndodhur kjo bllokadë detare? Pra në rast se ka një hartë tjetër që ta shohim vetëm të gjirin e Omanit, pra që ta kemi më një regjia, ajo që ishte në fillim fare që do ishte më e qartë lidhje me këtë situatën këtu. Që të kemi idenë e bllokadës, pra që të vim të negociata. Ja, okay. Bllokada ndodhur, pra bllokada ka ndodhur nga këtu në këtë pjesën këtu. Kështu pra. Nga këtej edhe këtu. Këtë kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është kjo bllokadë që nuk lejon të veprojnë dhe këta aktualisht e mbajnë. Pse e mbajnë këtë bllokadë? Sepse aktualisht duke qenë në këtë ndalim luftimesh. Aktualisht anijet amerikane janë futur brenda kësaj zone. Ky rripi këtu, pra nga këtu edhe këtu, pra kjo në rast se heqim një vizë këtu, kjo Pakistani, po, ky kufiri këtu, kjo në rast se heqim vizën, pra në rast se vendosim të kufirin këtu ku është kjo bllokada këtu, pra ky kufiri këtu nga Irani, nga kufiri është 1000 km, pra janë brenda këtij rrezës 1000 km. Anijet amerikane që arrin të bllokojnë. Po. Sot qëndrojnë në këtë territor anijet amerikane dhe arrin të bllokojnë anije për arsye sepse nuk janë në sulmin e forcave iraniane. Në momentin që rifillojnë luftimet, atëherë këto anije duhet të dalin jashtë kësaj rrezës 1000 km, pra shkojnë jo brenda një mishit, jashtë një mishit. Dhe në momentin që dilën jashtë një mishit, atëherë kjo rritet rrezja. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë aq fuqi ushtarake ndër, pra nuk kanë aq shumë anije sa të bllokojnë çdo lloj anije që kalon. Pra mund të bllokojnë një anije specifike, dy anije specifike, pra t'i afrohen tashu, por nuk mund të bllokojnë një konvoj anijesh. Kështu që në momentin që fillon luftimi, kjo bie, pra ti mund ta mbash, që e kontrollon sërish. Ti mund ta mbash si bllokadë në aspektin teorik, por në aspektin praktik kjo bllokadë nuk funksionon, pra mund të funksionon vetëm 30% deri maksimumi 50%. Pjesa tjetër mbetet e pa sepse rritet, pra tash e ke këtu kufirin, nesër do ta çosh këtu kufirin, pra është një territor dhe vëllaf për një oqean, pastaj nuk e kontrollon dot dhe bie automatikisht me fillimin e luftimeve. E qartë. Prandaj dhe iranianët nuk lëvizin, pra ose hiq këtë thon, ose atëherë kjo. Pra ose hiqni bllokadën, thon iranianët, e cila është vendosur këtu bllokada, pra është kjo këtu. E qartë. Pra nesër do shkoj 1000 km shkon këtu dhe ti s'ke mundsi ta bllokosh këtë fare. Pra ose hiqni këtë blokadë, thotë, që tulem me bisedime ose po që shkojmë luftë se njësoj hiqet bie poshtë. Pra ose heq ti me bisedime ose me luftë dhe hiqet me luftë dhe sërish do të bjerë bllokada. Dritan, ndërkohë aty me që jemi tek Hormuzi, do më thonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë edhe një anije, kemi edhe video në regjia, kanë arrestuar, po i them unë se nuk e gjej dot fjalën në Shqip për atë, kanë bllokuar një anije. Po fjala më mirë në Shqip është kanë grabitur një anije, pra kanë bërë pirateri sepse anija është ndaluar në ujërat ndërkombëtare. Pra nuk është ndaluar në ujërat territoriale të Tiranit, ja kjo është video. Po, është ndaluar në ujërat ndërkombëtare dhe një anije e ndaluar në ujërat ndërkombëtare, e grabitur në ujërat ndërkombëtare, pra është grabitje, është pirateri e pasër, nuk është asgjë tjetër. Por edhe kjo është një anije që i përket Iranit, pra me regjistrim iranian, ndërkohë që anijet e tjera që nuk kanë pasur regjistrim iranian, që kanë regjistrim rus, regjistrim kinez ose regjistrim kanë kaluar. Domethënë rusët dhe kinezët kanë kaluar. Janë lejuar të kalojnë. Po, anijet e tyre nuk janë ndaluar, kurse anijet që jashtë anije, kjo nuk është, pra edhe kjo anije është një anije tregtare, pra nuk është se është anije çistën. Këto janë helikopter ushtarak amerikan. Këto janë helikopter të forcave marines amerikanë, cilët kanë zbarkuar në anije për të marrë në kontroll anijen pasi e kanë goditur dhe e kanë neutralizuar atë, pra s'ka mundur të sepse kanë goditur sallën e motorave të anije, pra nuk është se. Pra amerikanët po shesin atë që po bëjnë, atë që kanë bërë gjithë jetën e tyre. Pra kanë shitur reklamën, propagandën përfitore. Këtë kanë bërë edhe gjatë luftës së dytë botërore, pra edhe pas luftës së dytë botërore e shitën reklamën dhe propagandën përfitore, sikur ata fituan luftën e dytë botërore, por realiteti është që s'fituan asgjë, pra luftën e dytë botërore tjetër kush e bëri, tjetër kush e fitoi. Dhe shitën sikur e fituan amerikanët, të njëjtën gjë kanë bërë, pra gjithë jetën e tyre kanë bërë vetëm Hollywood. Pra filma, edhe ky është një film, pra kanë treguar vendosjen e kapaciteteve, pra gjithë to kapacitete ushtarake të harxhuara për të ndaluar një anije të pavlerë, e cila vinte nga Kina në drejtim të në drejtim të Iranit, po, në drejtim të Iranit. Pra nuk është se kanë ndaluar në ujërat aty të ajo pjesa që ndaluar në ujërat ndërkombëtare. Ndaluar në ujërat ndërkombëtare, por edhe kësaj janë kundër përgjigjur iranianët, edhe këtë kanë lëshuar disa dronë në drejtim të anijeve luftarake amerikane. Kanë lëshuar dronë, po, të cilat më pas janë detyruar të tërhiqen
nga afërsia e kësaj anije dhe nuk kanë mundur që anijen iraniane ta tërheqin me vete. A se kanë marrë dot anijen? Jo, anija vazhdon të qëndrojë në ujërat ku ka qenë, por nuk e kanë marrë dot për arsye se nuk munden ta marrin, se nuk mund të afrohen për arsye se Irani ka sulmuar me drone dy anijet luftarake amerikane që kanë marrë pjesë në këtë operacion dhe që kanë qenë afër kësaj anije. Pra se janë brenda asaj që thash, brenda asaj rrezës që i kap droni. Fati anijes Dritan nëse është kështu? Nuk është në gjë, anija ka mbetur aty në momentin që tërhiqen atë anija do të vendosi motorët do të nuk është në kontrollin sot të Shteteve të Bashkuara? Është në kontrollin sepse janë forcat amerikane në të, por nuk është se kanë tërhequr dot anijen, pra nuk kanë vlerë. Nesër do detyrohen të tërheqin edhe forcat e tyre, pra çon helikopterët i marrin sepse nuk mund ta marrin anijen. Sepse nuk mund të afrohen më shumë me anije, pra për të çuar forcat e reja, për ta tërhequr anijen, me anije duhet të çosh anijen aty. Në moment që ti nuk çon dot anije, se iranianët nuk e lejojnë afrimin e anijeve luftarake amerikane tashmë afër kësaj anije, atëherë janë detyruar të marrin dhe forcat e tyre dhe nesër do thonë që neve e shkatërruam anijen ose mund ta hedhin në erë anijen edhe të thonë që ne arritëm një sukses duke goditur një objektiv tjetër civil. Pra, të shesin një sekuencë filmi sikur fituan luftën. Gjithsesi kaos i madh në Hormuz, Dritan. Jo, aktualisht nuk është kaos në Hormuz, për arsye sepse shikoni vetëm këto pamje, kur shikon që anije merren. Pikërisht kjo t'jep idenë, pra ideja e kësaj është që njerëzit gjithnjë shohin fotografinë, pra shohin sekuencën, pra shohin këtë pjesës. Dhe në moment që ti shef një pjesës, ti mendon se kjo është e gjitha dhe ti jep idenë se kjo pjesës ka dhënë këtë pjesës dhe këtu kemi ndërhyrje dhe ndërhyrja është e ligjshme, ndërhyrja është policim, pra këta kanë të drejtë të bëjnë gjithçka, pra thjesht për të krijuar këtë idenë e gabuar. Ndërkohë që vetëm dje në kanalin e Hormuzit, në ngushtisë e Hormuzit dhe në gjirin e Omanit dhe në detin arabik kanë kaluar 16 anije. Po. Pra dhe këto kanë qenë 6 midis tyre kanë qenë anije tregtare dhe anije cistern. Pra 16 anije kanë kaluar. Pra kjo tregon që ti nuk ke pasur kapacitet as ti ndalësh këto anije, as ti gjemosh këto anije dhe as ke mundur të bësh një veprimtari. Por ke ndaluar një anije specifike. Pra si thash, një anije specifike e ndalon. Dhe ndalon një anije dhe lë 16. Dhe këtë e shet sikur ke bllokuar gjithçka. Pra kjo është ajo narrativa që ti krijon atë prradhën që ti krijon se ti mund të kontrollosh gjithçka. Pra kjo ide kontrolloj ngushticën. Nuk kontrollon asgjë, sepse dje kemi një deklaratë të CNN-it, pra kush është interesuar që mund të dyshojë në këtë që themun, le të hyjë te CNN-i sot, edhe CNN-i ka një lajm sot që në mëngjes, pikërisht për këtë thotë, dje kanë kaluar 16 anije dhe jep edhe emrat e anijeve që kanë kaluar. Pra nuk ka bllokad. Një veprim mund ta bësh dhe e shet si bllokad. Pra kjo është pa reklamën, fasadën e shesin, pra kjo është qeverisja tashmë e re që funksionon andej dhe këndej gjithandej. Pra fasada shitet sikur është kryesorja. Dritan, ndërkohë, në fakt duhet ta kisha bërë këtë pyetje në kohën që po flisim për planin e sulmit amerikan dhe kundërpërgjigjes iraniane, po flitet edhe për këto avionët e kiametit që mendohet, apo e mendon Trump një sulm bërthamor mbi Iranin? Unë nuk po e mendon Trump një sulm bërthamor mbi Iranin, unë nuk di të them, ndoshta edhe po e mendon, pra se çfarë mendon Trump? Jo, në kuptimin që këto avion ka avion normalisht që sillen për të koordinuar këtë sulm bërthamor. Por kjo nuk do të thotë se sjellja e një avioni do të ndodhi sulmi. Pra sjellja e një avioni mund të bëhet për çështje presioni, mund të bëhet për të shfrytzuar një ide në kushte lufte për të provuar, sepse edhe gjatë kushtës luftës ti mund të bësh një trajnim. Pra, aktualisht jemi në kushte reale lufte. Dhe ky avion mund sillet sepse nuk ka mundësi tjetër që ti të provosh komunikimin e këtij avioni në kushte reale lufte. Funksionimin e aparaturave, funksionimin e çdo lloj komunikimi, funksionimin e lëvizjes, e ngritjes, pra ku do fluturojë, ku do ashu, pra çdo gjë aktualisht është reale. Dhe është gjë më e mirë që ti e bën një stërvitje në kushte reale. Pasi nuk është se ky avioni nuk bën stërvitje, këta bëjnë stërvitje çdo vit, por ama nuk e bën në kushte reale, kur tashmë është në kushte reale lufte. Pra, i shfryzon të dyja, e bën edhe për presion, edhe për stërvitje. Por nuk do thotë se patjetër nesër do. Unë nuk besoj që Trumpi mund ta mendojë, mund ta çojë në përmend, mund edhe të kërkojë në një moment, por ama nuk është i vetmi Trumpi ai që duhet të shtypi butonin, sepse me vërtet që butonin e ka presidenti, por ama raketat bërthamore kanë një numër identifikimi që duhet të futet. Dhe ky numër identifikimi duhet të identifikohet dhe të konkludohet nga 3 persona, nga presidenti i Bashkuar të Amerikës, nga shefi i shtabit përgjithshëm, i cili është Dan Kane, edhe nga komandanti i nëndetëses ose anijes ku ndodhet arma bërthamore që do lëshohet. Pra, bëhet identifikimi i kësaj shifre, që është një numër prej 16 shifrash. 16 shifror me gërma me numra dhe që futen në kompjuter që identifikon dhe aktivizon raketën. Pra, presidenti e bën këtë aktivizim. E ka kodin. Po ky kod duhet identifikohet edhe nga shefi i shtabit,
pra shefi shtabeve të bashkuara, që është Dan Kane, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë një shtab të përgjithshëm. Po, generali që del gjithmonë afër dhe edhe nga komandanti aktual, për shembull i nëndecës që duhet të lëshojë atë. Pra, identifikon në momentin që ky identifikim futet në të treja këto, atëherë kompjuteri e merr dhe presidenti mund shtypi butonin. Pa u futur ky identifikim në të treja këto, presidenti le ta shtypi butonin sa të dojë, ato nuk dalin. Pra, mund ta fusi vetëm presidenti identifikimin. Po duhet patjetër koordinim me këto, ta konfirmojmë. Pa futjen në sistem edhe të këtyre dy shifrave të tjera të identifikimit, sistemi nuk funksionon, pra i butoni e shtyp, po nuk bën asgjë. E qartë. Regjia, atë hartën e sulmit në Iran, se vazhdojnë dritanë që t'jenë dhe të diskutohen atë sulmit që kishim më parë, të interpretohen apo të dalin skenar, a mbetet ende një mundësi, jo, ajo më përpara, një mundësi e një përpjekje për të marrë uraniumin? Jo, mundësi për të marrë uraniumin. Jo, nuk ka asnjë mundësi për të marrë uraniumin, pra tentativa që u bë për të krijuar një bazë, një atë që quhet forward base, pra një bazë të avancuar që pastaj ti të grumbullojë forca dhe të merrje me uraniumin, është e pamundur. Nuk ka asnjë kapacitet ushtarak që ta bëjë atë. Për të marrë uraniumin në një tillë, pra edhe një bazë operacionale të avancuar që ti mund ta ndërtosh në nivelin taktik atë për ta përdorur për nevoja strategjike, sepse bazat operacionale të avancuara për këtë punë bëhen, pra janë baza taktike të nivelit taktik që përdoren për nevoja strategjike. Ty duhet të angazhosh mbi 2-3 mijë forca. Pra 2-3 mijë forca i thon gati një brigadë. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një nivel të humbjeve, pra e cilin e ka kopjuar edhe NATO. Në rast se niveli humbjeve për llogaritet që të jetë 11% e forcave të angazhuara. Atëherë ky operacion nuk realizohet asnjëherë, sepse është i pamundur për të realizuar. Dhe në këtë rast, niveli humbjeve në këtë aspekt, pra në rast se ti do të angazhosh 3000 forca për të bërë këtë, pra duhet i bjeri 11%, pra 330 forca të humbura. Si ajo që kemi analizuar këtu. Numri i forcave të humbura do të jetë më i madh se 330 dhe për këtë arsye në këtë moment në doktrinën ushtarake amerikane bie poshtë çdo lloj opsioni për të krijuar, për të bërë një operacion me trupa në rast se sasia e forcave që mund të humbin e kalon 11%. Dhe në këtë rast e kalon. Pra prandaj është jashtë çdo lloj opsioni që ajo të ndodhi nga ana praktike. Po skenari këtu dritan, vazhdojnë këto skenare? Jo, nuk vazhdojnë. E njëjta gjë, edhe këto skenare nuk mund të ndodhin sepse në këtë sulmin e dytë nuk mund të ndodhin as këto skenare në këtë sulmin e dytë. Pra nuk ka në sulmin e dytë nuk ka asnjë skenar për të futur trupa toksore në çfarë do lloj territori të Iranit, qoftë në ishull që është, sepse çfarë do lloj trupe toksore ta vësh. E zëm se e vurën në ishullin Karg, e zëm se e vurën në ishullin. Pra, në një moment caktuar bëhet llaf që Irani do luftoj për çështje të fytyre. Pra në rast se ti merr një ishull, atëherë ai çfarë do të bëj? Atëherë ai do ta bombardojë ishullin të tërin, se i ka kapacitetet. Dhe ti nuk mundesh të çosh trupa as në ishull, pra duhet kemi gjë parasysh. Çdo lloj veprimtarie ushtarake që do bësh. Pra e zëm se do të çosh trupat këtu, do marrësh të ishullin Keshëm, ky është ishulli i Keshëm. Pra në rast se ti do të çosh trupa tu, atëherë ti duhet garantosh që raketat dhe artilleria toksore e këtij të jetë në një distancë sa më të largët që të mos të godasë trupat e tua këtu. Pra i bie që ti duhet të detyrosh këto forca, pra në rast se jemi ishull i Keshëm, forcat iraniane janë nga ishulli është 2-3 kilometra larg. Dhe artilleria toksore nuk po hyj këtu raketat balistike që mund të lëshohen nga çdo territori i Iranit dhe të vinë këtu, po thjesht artilleri toksore. Pra, që nga mortajet e të gjitha llojeve, që nga topat obuz që janë të disa llojeve, pra që shkojnë deri te 152 që këta kanë që shkojnë 70 kilometra, pra ti duhet garantosh që 75 kilometra nga kjo pika këtu, 75 kilometra këtej, të mos ketë këtu asnjë veprimtari ushtarake që të godasë trupat e tua. Por që ta bësh të duhet të futësh trupa të tjera në terren që do të detyrosh armikun të largohet 75 kilometra. Dhe në momentin që ti do futesh këto trupa, atëherë vim te ajo për llogaritja e 11%. Dhe bie poshtë. Si opsion. Pra, bie totalisht poshtë. Nuk është prandaj nuk ekziston opsioni i futjes së trupave toksore më. U provua, dështoi, nuk ka ndodhur më. As kargu po më thua për shkak se janë jashtë çdo lloj opsioni. Pra jemi tek vetëm te goditja ajrore, te dëmet që do të shkatërrojnë në dëmet civile do të jenë shumë të mëdha. Dhe vetëm ajo, por me goditja ajrore nuk mund të realizosh asgjë, pra as nuk mund ta thyesh kundërshtarin, as nuk mund ta mundesh kundërshtarin dhe as nuk mund ndrosh regjimin. E gjitha ajo çapo ndodh, pra pavarësisht se Shtetet Bashkuara të Amerikës po shkojnë në Iran dhe një nga objektivat e tyre strategjike ishte ndryshimi i regjimit, në realitet ndryshimi i regjimit do të ndodhë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra Irani me rezistencën e tij që po bën, po mundson ndryshimin e regjimit në Amerikë, sepse në rast se hyn në një luftë, vazhdon luftën sërish me Iranin dhe kjo luftë zgjatet, janë zgjedhjet në nëntor të këtij viti.
Dhe në nëndorë të këtij viti Trumpi nuk ka shans që të fitojë zgjedhjet në rast se e vazhdon këtë luftë. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dy opsione. Ose të vazhdojnë luftën me Iranin dhe Trumpi të humbasë zgjedhjet, pra dhe në Amerikë të ndodhë një ndryshim regjimi. Pra sepse ndryshimi regjimit ne kemi konceptin që bën vetëm Amerika, jo, po ndryshimi regjimit mund ta bëjë edhe Irani tashmë. Dhe këtë ndryshim regjimi Irani ku do ta bëj? Do ta bëj edhe në Izrael, edhe në Amerikë. Sepse në momentin që këta nuk arrin asnjë objektiv, atëherë edhe Netanyahu është detyruar të dorëzojë pushtetin dhe do ndryshojë regjimi. E qartë, Pra do jetë revers. Kurse dhe opsioni i dytë që ka Amerika është që të vazhdoj të mbaj këtë lloj armë pushimi, pra le ta quajmë armë pushimi si quan Trumpi, është këtë ndalim armë luftimesh, dhe Trumpi së bashku me Netanyahu, pra dhe me izraelitët, të bën një tërheqje taktike me një poshtërim strategjik, sepse normalisht në rast se Trumpi thotë ne zgjasim këtë armë pushimin edhe 2 muaj, edhe 3 muaj, në mënyrë sa ti mbaroj atij kjo kampionati botëror edhe gjithçka tjetër dhe të japi mundësi Shtetet Bashkuara të Amerikës, të paktën i duhet një 6 muaj që të rrisin mirëfill kapacitetet e tyre ushtarake, që të mund të përballojnë pastaj një fushat ajrore edhe për një kohë më të gjatur se 40 ditë. Pra 60 ditë deri 90 ditë. Pra ju duhet më tepër se 6 muaj kohë pa harxuar kapacitete që ta bëjnë të dhe, por që ta bëjnë të 60 ditë, atëherë duhet të thotë që neve po e zgjasim këtë, pra po e vazhdojmë këtë armë pushimin. Ky armë pushimi normalisht do të ishte një turpërim strategjik për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por do të ishte një tërheqje taktike për t'i dhënë mundësi vetes dhe Izraelit që të rrisin kapacitetet e tyre dhe pastaj pas 6 muajsh ose pas 8 muajsh, qoftë edhe pas një viti, atëherë ta kanë kapacitete që të bëjnë një luftë të gjatë për 100 ditë. Por njëkohësisht gjatë kësaj kohe kemi parasysh që edhe Irani gjatë kësaj kohe do rrisi kapacitetet e veta. Kështu që do vim sërish në të njëjtën ngjarje pas një viti ose pas 2 vjetësh. Dhe jemi te ajo që kemi thënë që është një kryqëzat, pra mos e shihni si një luftë. Është një kryqëzat. Dhe kryqëzatat përfundojnë vetëm kur njëra palë zhduket totalisht, sepse në kryqëzat, në çdo kryqëzat kemi që parasysh që ekzistenca e kundërshtarit, pra kur agresori bën një sulm, ekzistenca e kundërshtarit është fyerje për agresorin. Prandaj kjo do të vazhdojë. Dritan, ndërkohë po ndodh ajo që në këtë studio ti e ke parashikuar Emiratet e Bashkuara, pra princi Bin Zayed i ka kërkuar, regjia duhet ta kem aty, i ka kërkuar sekretarit të thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Scott Bessent, akses më shumë në dollar, çka do të thotë që ose më mirë, çfarë do të thotë kjo tani më që ne kemi folur këtu për petrodollarin dhe për mundësinë e një zhvendosje të madhe në kuptimin monetar. Po, në këto fuqisë më të madhe amerikane. 40 ca ditë luftë. Ja, Wall Street Journal, Po në këto 47 ditë që kemi që kanë fituar luftimet, bllokimi i shitjes së naftës dhe gazit për shtetet arabe ka sjell rënje të kapaciteteve të dollarit, sepse nuk po ka më shitje. Pra ka rënë shitja dhe nuk ka prurje parash, prurje dollarash. Dhe ato dollarë që kanë pasur, normalisht i kanë harxuar për dëmet që Irani u ka shkaktuar këtyre vendeve. Për riparime, për pagesa, për gjëra. Pra është harxuar, pra më shumë kanë harxuar se sa kanë pasur sjellje. Pra më shumë ka pas dalje nga banka se sa ka pasur sjellje. Sjellja është e limituar, siç thamë se funksionojnë disa dek, siç thamë është Jebel Alia që nxjerr në Emiratet e Bashkuara, është Jamburi në Arabi Saudite, pra dhe tash Emiratet e Bashkuara kanë vetëm një pikë nga nxjerrin, nga eksportojnë. Dhe në rast edhe kjo pikë nesër mbyllet, atëherë Emiratet e Bashkuara nuk kanë më të ardhura. Dhe në moment që s'ke më të ardhura, pra s'ke cash, s'ke më para. Atëherë çfarë do bësh? Ose do shkosh drejt një alternative tjetër, ose do shkosh drejt kërkesës që Shtetet Bashkuara të Amerikës të hapin një linjë shkëmbimi direkte të rezervave të dollarit, të atyre rezervave që quhet rezervat strategjike amerikane. Pra të jenë pjesë e rezervave strategjike amerikane. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës deri më sot, pra që mbas luftës dytë botërore, deri më sot aktualisht kanë vetëm 5 vende marrëveshje strategjike për përdorim të rezervave strategjike të dollarit amerikan. Kanë me Bankën Qendrore të Anglisë, kanë me Bankën Qendrore të Kanadas, me Bankën Qendrore të Japonisë, me Bankën Qendrore të Zvicrës dhe me Bankën Qendrore të Bashkimit Evropian. E qartë. Me asnjë vend tjetër nuk kanë marrëveshje të tillë
të përdorimit të rezervave strategjike të dollarit. Emiratet e Bashkuara kanë kërkuar të hynë në këtë marrëveshje. Po, akses, po. Po, kanë kërkuar akses, po kjo aksesi është marrëveshje, pra ti s'mund ta bësh pa një marrëveshje. Që ti je pjesë e kësaj. Deri më tash Bashkuara e Amerikës nuk është se kanë dhënë ndonjë deklaratë ose një diçka. Jo, dakor, puna është si ta lexojmë këtë kërkesë. Kjo kërkesë lexojmë në këtë aspekt që kjo që po ndodh, do t'ju ndodhi edhe vendeve të tjera të Gadishullit Arabik. Pra, bllokimi i të ardhurave, sepse bllokimi i shitjes të naftës, të gazit do të harxhoj parat, dhe në momentin që harxhon parat atëherë shkon drejt falimentimit. Dhe në momentin që falimenton atëherë thash do jesh i drejtuar diku tjetër. Dhe Emiratet e Bashkuara kanë thënë që në rast se ju nuk na jepni, atëherë ne do të drejtohemi çdo gjë ta shesim me juan. Pra do të drejtohen Kinës. Me juan? Me juan, që të marrin juan. Jo më me dollar. Jo më me dollar, po me juan, sepse kanë nevojë për para. Dhe këto para kur si merren ndej do t'i marrësh diku tjetër. Që të mbjetosh, po. Po, dhe në momentin që e bën këtë, atëherë në momentin që të bësh me juan, pra duhet bën një marrëveshje me Kinën. Në momentin që bën një marrëveshje me Kinën, atëherë do të thotë që nesër edhe këta nuk do jenë më objektivi goditjes Iranit. Pra ai objektivi që tham, Xhambuja, Xhabel Alia. Xhabel Alia nesër del nga objektivat e Iranit, sepse në rast se bëjnë marrëveshje me Kinën, dhe Kina ta marri naftën edhe gazin aty te Xhabel Alia, atëherë kjo nuk goditet më, sepse quhet objektiv kinez dhe Irani nuk i godet objektivat kinez. Po. Por kjo do thotë futje e Kinës edhe në Gadishullin Arabik. Jo, kthehet në skenar për gjitha vendet e gjirit pastaj. Absolutisht. Dhe kemi para 2 ditësh kemi një këshilltar, një nga këshilltarët kryesor të presidentit të Emiratet e Bashkuara, bënte një deklaratë shumë interesante. Normalisht që nuk e ka bërë pa lejen, sepse në ato vendet ato nuk janë demokraci, pra ato janë mbretëri absolute. Po. Dhe atje nuk mund të flasë të shkruar sipas dëshirës. Ai bën deklaratë që ka ardhur koha, thoshte, që bazat amerikane të largohen nga Emiratet e Bashkuara, sepse nuk na garantojnë asgjë. Dhe kjo kërkesë, në rast se amerikanët nuk e miratojnë edhe këtë kërkesë, atëherë automatikisht ata do të bëjnë lidhjen me Kinën për të shpëtuar infrastrukturën e mbetur. Sepse vetëm lidhja me Kinën i shpëton atyre infrastrukturën e mbetur, sepse dalin nga harta objektivave të Iranit. Nëpërmjet një marrëveshje me Kinën. Nëpërmjet një marrëveshje me Kinën. Por në rast se Kina hyn këtu, atëherë vim të hyn gjithandej. Dhe në rast se Kina hyn aty, atëherë kjo çfarë do thotë? Pra, vim të ajo që kemi thënë dikur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju ka ardhur fatura për ta lënë Gadishullin Arabik. Pra eviction notice, lajmërimi për të shpërngulur ju ka ardhur dhe tashmë lajmërimi Kjo është pasojë po thua. Po, në fillim lajmërimi për të shpërngulur erdhi nga Irani, ndërsa ky është lajmërimi i dytë nga aleatët e tyre, pra nga vasalët e tyre që po e thonë që duhet largoni sepse po. Neve po vdesim. Dhe realiteti është kjo që po vazhdoi kjo luftë dhe po nuk ndodhe kjo, Emiratet e Bashkuara vdesin. I dregs thotë nëse kjo zvarritet. Pikërisht, jo vetëm që Emiratet e Bashkuara do vdesin, por ajo që ka shumë interesante është se të gjithë ata individ, shoqëri dhe shoqata që kanë futur gjitha parat e tyre aktualisht në Emiratet e Bashkuara, i kanë humbur. Sepse vetë fakti që këta s'kanë më para, pra po i kërkojnë dollar, ato që kanë pasur i kanë harxhuar. Dhe në rast se lufta vazhdon, atëherë automatikisht nuk kthejnë më para. Pra gjithë ata që i kanë depozituar parat e tyre në bankat e Emirateve të Bashkuara, i kanë humbur ato para. Përfshi këtu edhe oligarkët tanë, politikanët tanë, tonë parat që na kanë vjedhur neve që i kanë çuar atje, i kanë humbur ato para. Totalisht. Sa ko jemi te kjo kërkesë? Sa ko jemi te kjo kërkesë? Në momentin që Amerika i jep linjë të kësaj, atëherë ata i rimarrin paratë e tyre, sepse zëvendëson. Po në momentin që ashtu nuk i marrin më. Pse si marrin më? Do thonë juve që edhe po fut Kina do zëvendëson. Po ja zëvendëson me juan, por ama këta politikanë tanë nuk kanë ku i çojnë juanët. Nuk kanë zën ku i përdorin dot më juan, nuk të bëjnë dot asnjë transfer me juan, sepse po të bësh transfer do të thonë që del kundër Amerikës. Dhe në këtë moment ose do të jenë detyruar të ndryshojnë rrugën e tyre politike dhe të fillojnë të afrohen me Kinën, e cila ka bërë një ambasadë 8 kaçe në Republikën e Shqipërisë, ose do t'i harrojnë paratë, do të fillojnë të vjedhin sërish më shumë se ç'kanë vjedhur për të zëvendësuar paratë që i humbën në Emiratet e Bashkuara. Kemi Bin Zayedin me Xi Jinping. Dritan, ndërkohë kalojmë pak se sa vjen dhe bëhet serioze kjo çështja e Rusisë me Europën, ku vendet balltike vazhdojnë dhe të mbeten një nga shqetësimet qoftë edhe të Rusisë në raport me shumë gjëra, por edhe qoftë edhe të vetë Europës, sepse duhet dim që janë 3 vende që janë në NATO. Çfarë po ndodh aktualisht? A ka një
një skenar realisht për luftë, ne diskutuam herën e fundit nga Washington Post, por gjërat sa vinë edhe bëhen më serioze në ato territor, regjia duhet kemë edhe një hartë aty me jo kjo është një tjetër, kjo na duhet më pas. Është një tjetër ku janë ato avionët që kalojnë nga sipër. Pra, sa vjen edhe bëhet më serioze dritan situata. Ne mund ta përdorim dhe këtë, po regjia ka edhe një hartë tjetër. Ja, kjo Jo, s'është kjo. Jo, është tjetër, se kjo ka lidhje me linjën e mesme. S'ka lidhje kjo në rregullisht. Bëhet llaf për këto 3 vende. Po. Pra Lituani, Letoni, Estoni. Ja t'ja nisë regjistra edhe një herë. Lituania, Letonia dhe Estonia. Këto janë 3 vendet që bëhet llaf. Aktualisht, të 3 vendet, do të kemi që 3 vendet janë të banuara pjesërisht, ka një pjesë. Ja, kjo është. Të 3 vendet janë të banuara, një pjesë e tyre është e banuar edhe me popullsi ruse. Rusofolse, siç ishte popullsia në Donbas edhe në Ukrainë. Veprimtaria politike aktualisht e këtyre 3 vendeve ndaj kësaj popullsisë po bëhet agresive. Pra ju kanë hequr të drejtën e përdorimit të gjuhës, ju kanë hequr të drejtën e regjistrimit të fëmijëve me emra rus, pra në herë se shkon të regjia ishte më mirë ajo tjetra, se pastaj dalim këtu. Me emra rus dhe Rusia normalisht që ka reaguar disa herë Ministria e Jashtme në këto, plus që kanë lejuar përdorimin siç kemi thënë. Në këtu, ë? Po, në të 3, komplet kjo pjesa këtu. Në të 3 këto vende dhe kanë lejuar edhe përdorimin e hapësirës së tyre ajrore. Po, ajo që kishim të ardhur. Dronët Ukrainas për të goditur territore brenda në veri të Rusisë, në pjesën e veri të Rusisë. Pra përfshin Leningradin, thotë i thon Shën-Peterburgu. Leningradin, edhe pjesën tjetër. Dhe për këtë arsye, Rusia në vitin 2023 e ringriti nga e para zonën operative të Leningradit. Sepse deri para vitit, në vitin 2015 e kishte fshirë, pra nuk ekzistonte si zonë në vete ushtarake, pra si korpus. Dhe çfarë bëri si armatë? Dhe e krijoi në 2023 vendosi krijimin e armatës të Leningradit. Pra një armatë vetë e cila do të ketë 240.000 forca. Leningradit quhet dritan? Po kështu e quajnë, armata e Leningradit. Po, nuk e quajnë armata shumë, por e quajnë armata e Leningradit. Kështu e kanë vendosur. Po kështu e kanë vendosur. Dhe do të ketë 240.000 forca. Aktualisht në shtator të këtij viti, kjo mbrin diku te 160.000 forca. Në shtator të këtij viti, 160.000 forca armata e Leningradit. Të gatshme. Pra është parashikuar, planifikimi është 240. Po 160 do të jenë të gatshme. Normalisht kjo i kishte për, po çfarë bën? Në shtator të vitit që shkoi, rusët vendosën të krijonin një njësi të re ushtarake, njësia e re ushtarake që njësia për dronët, pra për mjetet e pa pilot, qoftë ato detare ose ajrore. Unmanned që. Dhe atë formuan si komandë më vete, sepse nuk ekzistonte më përpara. Më përpara ekzistonte brenda komandës të forcave ajrore. Dhe tashmë vendosën vjet ta shkëputsin nga komanda e forcave dhe vendosën komandë më vete, totalisht më vete. Dhe kjo komandë më vete parashikon të ketë 160.000 forca. Dhe i morën forcat një pjesë mirë forcave të kësaj armatës e Leningradit dhe ja bashkuan ja dhanë kësaj komande, duke stërvitur për këtë gjë. Dhe aktualisht kjo komandë në fund të vitit shkon aq sa është e planifikuar 160.000 forca. Për këtë arsye kjo ka mbetur 120. Komanda e dronëve, ëh? Komanda e dronëve. Mjeteve pa pilot. Mjeteve pa pilot. Dhe parashikohet që kjo deri në shtator shkon 160. Sa do shkojë kjo në fund vitit tjetër 160, pra i plotson. Dhe vitin që vjen kjo e Leningradit shkon 240, pra. Aq sa ishte planifikuar. Po, dhe kjo është quajtur edhe një armatë rezervë. Pra Evropa e ka quajtur te NATO ka quajtur armata rezervë e Rusisë. Pra sepse normalisht që në 2020 kjo shkon 240.000. Pra 240.000 forca janë një armatë rezervë dhe me 240.000 forca nuk e ka problem për të marrë këtë territor, pra për të hyrë nesër në këtë territor, për ta marrë. Po. Sepse secila nga këto vende ka vetëm nga 5.000 forca. Pra 5.000 kjo, 5.000 kjo, 5.000 kjo. 15.000 forca me 240.000. 15.000 forca me 240.000 forca, por ama armata përfshin të gjitha llojet e armëve dhe shërbimeve. E qartë. Pra është një armatë më vete, një ushtrim vete e cila e mbulon këtë dhe në kohët e fundit ka pasur një përplasje midis tyre vendeve, pra siç thash për përdorimin e hapësirës ajrore për këto dhe ka pasur edhe kërcënime nga ana e Moskës në drejtim të kësaj. Dhe ajo çfarë është bërë? Kërcënimi i fundit ka ardhur dje. Dje ka qenë kjo. Dje Moska ka ngritur 2 avion Tu-22, pra si shihni. Çfarë janë Tu-22? Avionët Tu-22 janë avion bombardues strategjik.
Bombardu siç janë B1-shët, B2-shët, B52-shët. Tu-22 hyn pjesë të avionit bombardues strategjik. I ka ngritur nga 2 baza ajrore në Rusi që mbajnë bomba bërthamore, prandaj quhen strategjik se mbajnë bomba bërthamore, mbajnë bomba Kinzhal, mbajnë bomba me rrezet gjatë veprimi, me fuqi të madhe, goditje. Dhe kanë fluturuar për 4 orë në detin Baltik mbi hapësirat ajrore ndërkombëtare. Po. Dhe ka qenë 4 orë fluturim mbi detin Baltik të këtyre dyave, kanë ardhur, kanë zbritur deri poshtë, tu dhe janë këtyre, dhe janë shoqëruar nga 2 avion Su-35. Su-35, po. Dhe ky fluturim ka qenë 4 orë, kjo servitje. Dhe në moment që kanë fluturuar, ata janë shoqëruar, pra në moment që kanë hyrë në këtë hapësirë, janë shoqëruar gjatë gjithë kohës nga avionët e NATO-s. Sipas vendeve për krahatë ku kanë kaluar. Suedia ka ngritur F-35, Norvegjia ka ngritur Gripen 39-ën, ka ngritur Anglia këtej, ka ngritur Franca këtej, pra secila ka ngritur nga një avion kur ka kaluar afër hapësirës tyre, por pa i shkelur hapësirat ajrore të në hapësirën ndërkombëtare. Dhe kjo është bërë për një kërcënim të nuk është ky veprim nuk është një veprim i cili ka qenë i parashikuar për t'u bërë. Pra nuk ka qenë një stërvitje e parashikuar. Po. Është gjithçka e bërë. Zakonisht diskutojmë. Nuk është e parashikuar, është bërë kastile, vendosur kastile ky fluturim. Pra është për kërcënim të pastër, pra që neve kemi kapacitete të godasim, pra në rast se vim këtu, pra ky avion në moment që ngrihet këtu, edhe nga këtu brenda ku ngrihet ky, mund të godasë çdo lloj objektivi në Evropë. Po. Por fakti që ka fluturuar kryesisht mbi detin Baltik. Pra, pavarësisht këtu ka qëndruar shumë pak dhe pjesa më të madhe e fluturimit e ka kryer mbi detin Baltik. Është për pjesën balltike, pra që është që Rusia ka kapacitete të godasë këtë anën Baltikun edhe nga territori, edhe nga ajri, po edhe nga deti. Estoni, Letoni, Lituani. Pa të treja këto. Dhe kjo servitje është një mesazh i pastër jo vetëm për këto vende, po edhe për NATO-n. Totalisht, sepse kapaciteti i NATO-s ka qenë i dobët, pra NATO ka arritur të ngrejë vetëm ata avion cilët ka pasur në shërbim në atë kohë, sepse nuk është lajmëruar NATO për këtë veprimtari. Fare. Dhe mos lajmërimi e ka zënë NATO nga fil, pra NATO nuk ka pas ditur asnjë gjë. Vetëm NATO nuk ka ditur asgjë. NATO i ka kapur, i ka parë në anë satellitëve amerikanë kanë parë avionet kur janë ngritur. Kur ngrihen këta avion, drejtan këto s'kanë nevojë të lajmërojnë njëri që më përpara ka qenë, po ka mbaruar marrëveshja që lajmërojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës kur ngrihen këta avion. Pra ajo marrëveshja është marrëveshja që duhet firmosur në janar, në rast se bëni mend që mbarojnë në janar. Me mbarimin e asaj marrëveshje nuk ka më obligim askush të lajmërojë lëvizjen e këtyre avionëve. Dhe këta avion janë ngritur, kanë fluturuar një gjysmore mbi territorin e Rusisë, i ka kapur dhe pastaj kanë dalë direkt mbi detin Baltik. Dhe kjo ka alarmuar NATO-n e cila ka ngritur vetëm ata avionë që ka pasur gjendje. Pra, me këtë ka arritur të tregoj që në çdo moment surpriza taktike, se kjo është një surprizë taktike, pra i përket Rusisë dhe me anë të kësaj surprize taktike, pra në rast se ky avion do të ishte planifikuar për të goditur. Ky mund godiste dhe të s'kishte çfarë bëje. Sepse ka qenë kapacitete e NATO-s, pra nuk ka kapacitete sepse gjithë zbulimi është interesuar tashmë dhe po vendosur në Gadishun Arabit dhe Ngjyrin Persik. Tani më kjo do e kapte në mënyrë aktualisht kjo lëvizje ka dy gjëra. E para për kërcënim ndaj vendeve balltike. E dyta për kërcënim ndaj NATO-s. E treta për të treguar NATO-s dhe për të parë kapacitetet e vetë sepse në momentin që këta kanë testuar kapacitetet e NATO-s dhe ke parë sa i ka kapacitetet e NATO-s në një kur ti bën një veprim që ata nuk dinë se ti çfarë bësh. Dhe katrata kryesore është tashmë ti e detyron këtë. Pra shikoni, këtu është në detin Baltik, në veri fare. Poshtë fare në jug është Gadishu Arabik. Dhe tashmë ti e detyron që një pjesë të kapaciteteve të zbulimit, sepse zbulimi strategjik përket zbulimit strategjik. NATO nuk ka zbulim strategjik. Zbulim strategjik ka vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës në NATO. Dhe ky zbulim strategjik tash, Shtetet Bashkuara të Amerikës për të ardhur në mendim NATO-s, janë detyruar ta ndajnë këtë zbulim strategjik, pra pjesërisht ta mbajnë mbi Gadishun dhe pjesërisht ta çojnë në këtë pjesën këtej. Por në momentin që kjo është bërë, pra do të thënë që edhe në Iran ka pasur lëvizje ushtarake. Dhe duke qenë se ti ke tërhequr një pjesë të zbulimit strategjik mbi këtë veprimtari, pra mbi polin e veriut. Me këtë automatikisht i ke dhënë mundësi iranianëve të bëjnë lëvizje që ti mbulon dot. Ti nuk i ke mbuluar dot. E qartë. Dhe kjo që shihni, kjo do të jetë e vazhdueshme tashmë. Dhe në këtë mënyrë Amerika do detyrohet të shpërndajë forcat e saj strategjike, pra zbulimin e saj strategjik. E qartë. Ose në një moment caktuar Trumpi mund të vendosë që nuk i japim më zbulim strategjik. NATO do bëni si doni se jemi të angazhuar këtu. Prandaj edhe lufta që do të bëjë Trumpi, lufta që do të vazhdojë. Pra duhet të ndaj
Dhe forcat amerikane janë në këtë dilemë, ta ndajnë zbulimin strategjik apo ta mbajnë gjithin atje. E qartë. Dhe kjo sjell prishe dëme politike ndërmjet marrëdhënieve me NATO dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dëme ushtarake në gjitha tjerat, sepse ti nuk e monitoron dhe nuk e kontrollon dot. Pra, atë çfarë ta i bën Rusisë dhe Iranit me vërtetë, tashmë këta po e bëjnë në të kundërt. Çorientimin, po. Absolutisht. Dritan, ishte shumë e qartë, si gjithmonë, unë të falenderoj shumë. Faleminderit edhe. Në këtë pjesë të dytë të emisionit është bashkuar me mua Gent Gaba, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Gent, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Gent, çfarë po ndodh në lindjen e mesme, situata sa vjen e tensionohet, ndërkohë që flitet për armëpushim marinca dhe luftanie, qoftë dhe aeroplan mbajtëse amerikane vazhdojnë dhe mlidhen përreth Iranit. Si e vlerëson këtë situatë? Negociatat, herë thuhet që delegacionet janë nisur, më pas thuhet që ende s'janë nisur, domethënë është totalisht surreale kjo që po ndodh në lidhje me lindjen e mesme. Çfarë e bën, çfarë e shkakton këtë trysni, këtë tension? Zakonisht politika është një mjet të arritur marrëveshjen dhe lufta është vazhdimi i saj me mjet tjera. Duhet të pranojmë që lufta ka patur impaktin e vet, i ka sjellë palët në një takim të parë në Islamabad 10 ditë më parë. Tani jemi në fund të skadimit të armëpushimit që zoti Trump kishte deklaruar dhe afrimi këtij afati ka sjell dy palët në përballë tryezës dhe ndarjet që ekzistojnë brenda regjimit iranian nga pikpamja e pjesës civile të tij me Arakçin, ministrin e jashtëm, Galibafin, kryetarin e parlamentit dhe nga ana tjetër e gardës revolucionare që mishëron atë strukturë që tashmë kontrollon me grush të hekur të aparatin shtetëror të Iranit, ka aksesin e vetëm drejt Ayatollah Khomeinit, i cili nuk ka dhënë shenja publike të qarta, por duket se Vahidi, kryetari i gardës revolucionare, është i vetmi që ka komunikim me të dhe ndarjet e brendshme të regjimit kanë krijuar këtë lloj kakofonie për sa i përket pranimit apo jo të kësaj tryeze të radhës. 2 ditë më parë Galibaf ka mbajtur një qendrim publik duke kritikuar linjën e ashpër, ndërkohë në njëjtën kohë bllokada që ka imponuar Trump duke se është ndoshta mjeti më i suksesshëm se vetë lufta, sepse duhet kujtojmë që 90% e tregtisë së Iranit ndodh përmes detit, ka pa aftësi për të shitur produktin e saj jetik që është nafta, duke e përshtjelluar edhe më keq situatën ekonomike që ishte e keqe që pa nisur lufta dhe shkaktoi ato protesta masive në janar, dhe ndërkohë pas goditjeve dhe blokadës, situata ekonomike e Iranit e bën të domosdoshëm gjetjen e një rrugëzgjidhje përmes diskutimeve dhe paqartësitë për sa i përket vëmendjes së brendshme iraniane, për sa i përket vullnetit të tyre për të shkuar dhe një herë në bisedime, kanë krijuar të kakofoni mediatike, sepse nëse nga njëra anë Irani nuk prezantohet, nga ana tjetër edhe Trump nuk mund të mbajë JD Vance në avion derisa pala iraniane të jetë e bindur apo jo. Megjithatë, mendoj që do të shkohet në bisedime, do të gjetet një framework, një kornizë mbi të cilën do të shtyhet përsëri ajo armëpushimi në mënyrë të tillë që zoti Trump të përfitojë nga kjo armë e re e blokadës për të mbajtur në trysti maksimale regjimin dhe që të luaj me këto çarje, plasaritje brenda strukturës së pushtetit të atjeshëm, sepse nëse do të kemi pastaj një rikthim
te lufta, Trump do të jetë i detyruar të bëjë një bombardim që ndoshta dhe ai vetë nuk e do, të aseteve energjetike kryesisht të Iranit, sepse ato janë dhe mjeti që Irani ka për të rikthyer edhe një herë në arenën ndërkombëtare dhe atë ekonomike me një kapacitet të plot, goditje infrastrukturës energjetike, sidomos të puseve të naftës dhe të gasjellsve, do ta çonte realisht në epokën e gurit, duke kthyer në një vend krejtësisht jo funksional dhe mund të destabilizojë krejt rajoni. Por duke patur parasysh që paçka se si interpretohen gjërësisht deklaratat e Trumpit, ato janë për konsumin e presionit që ai ushtron, do të gjendet një rrugë përmes presionit edhe nga palë të treta siç është Kina, e cila nëse në afatgjat ka interes që Amerika të jetë disi e lidhur në lindjen e mesme të humbas kapacitete ushtarake, të humbas prestigjin ndërkombëtar për të fituar ajo atë rolin e fuqisë pashtuese të arenës ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Kina e ka të domosdoshme Amerikën për sa i përket jo vetëm nevojës për të rihapur ngushticën e Hormuzit, por ka nevojë që me Amerikën punët të shkojnë fjoll, sepse është tregu më i madh tek i cili kërkon akses. Dhe këto dy peshore do të jenë përcaktuese. Nga ana tjetër kemi dhe Rusinë në lojë, e cila ka nevojë që të rifutet në këtë strategjinë e madhe përsëri, pasi ka humbur shumë, jo vetëm në Ukrainë, ne shohim që është duke pësuar dëme të mëdha nga goditjet që po i bëhen infrastrukturës së saj energjetike, por ka humbur shumë në lindjen e mesme pas Sirisë, në qoftë se humbet dhe regjimin iranian do të ndiej e shpartalluar, dhe kështu që mund të kërkoj që të ketë një zë në kapitull për të shtyrë butësisht iranianët drejt bisedimeve dhe për të marrë në këmbim ai Putin nga Trump një mundësi për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, e cila po i kushton shumë nga pikpamja ekonomike. Nuk di nëse ti re i ndjek këto zhvillime ekonomike, po jam i bindur që ti ndjek zhvillimin gjeopolitik në rrafshin e luftës së Ukrainës, por kriza ekonomike në Rusi po bëhet shumë e rëndë dhe rreziku është që të prodhojë një ndryshim regjimi atje, më shumë se sa një ndryshim regjimi në Ukrainë. Dhe në qoftë se Putin do të di të luaj mjeshtërisht letrat e pakta që i kanë mbetur në dorë, në qoftë se shtyn Iranin drejt një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara, njëkohësisht e bën dhe Kina, do të fitonin diçka që të gjithë. Po, kjo është në rastin më të mirë, por ajo që po diskutojmë Gent është që si ta lexojmë zhvendosjen e 3 aeropranbajtësve. Domethënë aeropranbajtja Lincoln është, Ford ndodhet në mesdhe, Bush. Janë 8-9 detëse, le të themi tashmë të instaluara aty afër. Ndodhet aty dhe USS Tripoli, që është anija amfibe me 2200 marinsa. Ndodhin parashutistët e divizionit të 82, ka një në këto orë dhe në këto ditë kryesisht ka një urë ajrore masive që shkon drejt lindjes së mesme nga Shtetet e Bashkuara, pra janë duke përgatitur një presion maksimal për të shtyr palët që në Iran që të ulen në tryez, sepse në qoftë se nuk do të pranoni një marrëveshje që të jetë afatgjatë, do duhet pasaj që palët të rikthehen përsëri në luftë, të godasin mirë njëra tjetrën derisa të gjejnë një ekuilibër të ri, sepse në thelb nuk është herë e parë që kombet shkojnë në luftë, as nuk do të jetë e fundit, është një mjet për të arritur pastaj në bisedime të reja. Dhe problemi këtu është që duket se Irani nga një anë ka kuptuar pozitat e Amerikës, e cila në këtë moment është duke eksportuar më shumë naftë se më parë, nga pikpamja ekonomike përfiton nga kjo luftë, është duke dobësuar njëkohësisht Kinën, sepse një pjesë e mirë
naftës që del nga lindja mesme shkon drejt për drejt në Kim, edhe njëkohësisht dhe nga Shtetet e Bashkuara kanë nënvlerësuar, le të themi, kapacitetin e Iranit për të rezistuar. Dhe në thelb lufta është përballje vullnetesh. Kush do të kapitullojë i pari nga vullneti për të lejuar luftën, jo thjesht kush shkakton shkatrimin më të madh. Por nuk duhet të jemi naiv për të hedhur një bas kundër Amerikës, sepse shoh që ka një gëzim të madh që shihet në disa media që janë jo perëndimore, shihet në disa media që janë në Shtetet e Bashkuara, sepse vendi është ekstremisht i polarizuar dhe përpara fitores së Trumpit do të uroni fitoren e Khameneit në këtë përballje. Megjithatë, skenaret më pozitive unë i shoh të kollajshme, sikurse kanë qenë ato të parashikuara që para nisjes luftës. Në një anë mund të kemi një ndryshim të regjimit afatgjat, që është skenari më i vështirë, ose një transformim të regjimit në diçka që ngjan më shumë Pakistanit. Pra, ne shohim që në momentin që garda revolucionare ka marrë kontrollin operativ të situatës, nuk janë më ajatollah, le të themi kështu, ata që diktojnë lojën, por është garda revolucionare që me kohën mund të bëhet një aktor më pragmatist dhe për të kthyer tek një citim shumë i bukur i Kissinger që ka bërë në 2006 kur situata në lindjen e mesme ishte tensionuar dhe kishte një përpjekje për të ngritur edhe një herë një marrëveshje me Iranin midis 6 vendeve më të fuqishme të botës ateshme për sa i përket pasurimit të uraniumit. Ai tha që Irani duhet të zgjedhë nëse do të jetë një kauzë, pra kauza e këtij revolucioni islamik që përhapet në vendet e lindjes mesme, siç kemi parë në Liban, në Yemen, në Siri, në Irak, apo do të zgjedhë të jetë një shtet që pranon ligjësitë e arenës ndërkombëtare dhe realitetin e rajonit. Dhe nëse garda revolucionare do të fillojë të sillet si një shtet racional, mund të kemi një rrugëzidhje shumë pozitive dhe unë e shoh me shumë kuriozitet shpalosjen e asaj që ka qenë një përpjekje e shumë e gjatë e Shtetet e Bashkuara, sepse ka filluar që në vitet 90, pavarësisht përplasjes me Iranin, po është ajo që quhet doktrina Wolfowitz, e ishte nënsekretarit të Pentagonit, që nga njëra anë anatemohet si neokon dhe është e vërtet, por në thelb është perandori dhe është një doktrinë që kërkonte të shfrytëzonte maksimalisht praninë unipolare të Amerikës pas rënies së Bashkimit Sovjetik dhe të krijonte një frymë të re në rajon duke provokuar ndryshime regjimesh. Ndoshta jo të gjitha në afat shkurtër kanë qenë pozitive, sepse në rënja e Irakut krijoi destabilitet për një kohë të gjatë, i dha hapësirë Iranit, por njëkohësisht nëse i shohim me perspektivën e një superfuqie, siç është Amerika, me lojën që bëhet në dekada, ne integrimi i këtyre shteteve si aktor që kontribuojnë në paqen rajonale është një bazë shumë pozitiv që duhet hedhur sipas meje. Unë e kam preferuar si strategji që kur jam hasur me të, pavarësisht se mund të jetë e dhimbshme në afat shkurtër, por krijon kushtet edhe për mirëqenien e vendeve të rajonit, por edhe për të përballur realisht me kërcënimet që nuk vinë nga rajoni, por vinë nga Kina. Dhe nëse ne duam të shohim çik më thellë, ka një zhvillim shumë interesant ditët e fundit, nuk di nëse e ke ndjekur red, bëhet fjalë për marrëveshjen që Indonezia ka kryer me Shtetet e Bashkuara, një marrëveshje ushtarake, e cila i jep akses Amerikës në ngushticën më të rëndësishme për Kinën se ajo e Hormuzit, që është ngushtica e Malakës. Aty kalon 90% e furnizimit me lëndë djegëse me karburant të Kinës, po edhe tregtia konvencionale me një pjesë të mirë të botës. Dhe nëse do të ndodheshin Shtetet e Bashkuara
përballë një krize me Kinën për shkak të Tajvanit, mbyllja e këtyre dy ngushticave që tashmë i zotron me praninë ushtarake dhe duke përfituar nga animoziteti historik i Indonezisë me Kinën dhe gjithë pakënaqësisë që ka në rajonin e Kinës Jugore, detit së Kinës Jugore nga Filipinet, nga Indonezia, nga Malajzia, për sa i përket ekspansionizmit të Kinës, Kina që në nisje të këtij konflikti ndodhet e paralizuar. Mos të hyjmë tek përballja ushtarake që ka treguar se sigurisht Kina është një aktor serioz nga pikpamja e armatimeve dhe ekonomike, por është një fuqi e paprovuar që nuk ka akoma le të themi, një strategji muskulore për të përballur me Shtetet e Bashkuara. Dhe ky është konflikti real në fakt. Pjesa tjetër janë lufta proxy, siç është proxy Izraeli për Shtetet e Bashkuara në rajon, Emiratet janë një proxy i Shtetet e Bashkuara, vetë Arabia Saudite janë një proxy i Shtetet e Bashkuara. Irani është një proxy i Kinës në këtë moment dhe kërkimi i një rendi të ri në lindjen e mesme ku Irani të jetë një fuqi që ndoshta nuk është pro-amerikane, por tregton me botën tjetër, me Kinën sidomos, jo me çmimet që merr Kina në çmim të naftës, duke përfituar nga ato mekanizmat e hileqare dhe duke i krijuar avantazhe konkurruese vetes krahas botës. Të gjitha këto pra nisur nga heqja e aksesit te Panamaja, heqja e një guri shumë të rëndësishëm të dominos para luftës, si ishte Venezuela, dhe që sot e kësaj dite po gjeneron të ardhura për tregtim botërore të naftës dhe që kompenson në një mënyrë ndoshta shumë të vogël, por do me thënë se pjesën e asaj që humbet nga lufta në Iran. Ndërhyrja në Iran, ngurësitë e Malakës janë të gjitha aspektet që duhen lexuar me shumë vëmendje, pa u bërë le të themi parëmpre e retorikave që janë të shumta në këto kohë, që kam dëgjuar të flitet edhe për kryqëzat, që është një marrëzi më vete dhe është një marrëzi që ka marrë një përgjigje edhe ndoshta të pavullnetshme nga zoti Trump kur u vendos në një konflikt me Papën, sepse për të bërë një kryqëzat ty të duhet përfaqësuesi më i lartë i qytetërimit të krishterë që është Papa, dhe të gjitha këto marrin kohën e një shakaje të madhe, sepse në thelb jemi në kulmin e ripërcaktimit të rendit botror që zakonisht ka kërkuar farkëtimin përmes një lufte, por në qoftë se ne marrim luftrat e ndryshme që po ndodhin, mund ta përcaktojmë dhe këtë statusin aktual të globit si një luftë botrore jo shumë intensive, por që premisat mund të çojnë në një rend të ri, dhe në këtë rend të ri aktorët kryesorë do të jenë dy, dhe ata do të takojnë në maj. Dhe në qoftë se një marrëveshje aty për sa i përket jo vetëm çështjeve të sigurisë, por edhe sjelljes së Kinës në raport me rajonin ku ndodhet, në raport me tregtin dhe të ligjeve ndërkombëtare që ndoshta në këtë moment nuk kanë atë fuqi zbatuese që kanë pasur dikur, mund të rikthehemi në një stabilitet më të madh. Pra, pas luftës së ftohtë ne kemi kaluar një periudhë traumash të lokalizuar në vende të ndryshme të rajonit. Kjo erdhi si pasojë momentit të vetmisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rikthimi i Rusisë dhe i Kinës e kanë le të themi kanë krijuar çrregullime në raportet ndërkombëtare. E kanë zhbalancuar. Dhe këto çrregullime tani janë duke kërkuar një ekuilibër të ri. Fatkeqësisht Rusia e ka lënë veten jashtë këtyre zhvillimeve, duke u futur në një vetvrasje politike në Ukrainë. Pavarësisht nuk po hyje drejt apo e gabuar. Jemi një parti të mirës dhe të keqes. Në afatgjat rezultoi e tillë. Ne nuk dim akoma në qoftë se përpjekja e zotit Trump në Iran do të jetë e suksesshme, sepse nuk merret për diçka e mirëqenë kjo situatë. Megjithatë, në qoftë se ne shohim
këto zjarret e vogla, nuk do të jemi kur në gjendje të kuptojmë vizatimin e madh. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të dalë nga Kam një hartë aty regjia të gjithë botës me këto paka shumë që diskutuam edhe me Gendin. Por, Gend, ndërkohë që paka shumë e zaurove dhe gati gjitha pyetjet e mia në raport me Rusinë dhe Kinën, Europën ku e shikon në këtë ekuacion, dim që ka një përplasje në distancë midis Trump dhe vendeve europiane, Britanisë, Francës nominalisht, por edhe Gjermania, kjo është ajo harta paka shumë e ato që janë choke points. Edhe Gibraltarin, nëse e mban mend, pak jam më parë ka patur një marrëveshje, le ta quajmë shumë të shkëlqyer, duke përdorur ato termat e Trump mes Shtetet e Bashkuara dhe Marokut, kështu që nëse u mbet palën e epërmet të ngushticës Gibraltarit pra Spanjën, në ana tjetër fiton Marokun, që është një shtet me kapacitete mbretërëse ushtarake, inovative, teknologjike, që nuk duhet në vlerësuar, për të thënë, sepse jemi duke parë një peizazh që është në lëvizje sipër, por Europa në këtë moment mendoj që është përballë një vështirësie shumë të madhe për sa i përket identitetit të saj, në kuptimin që duhet të zgjedhë akoma, në qoftë se do të përdor fuqinë ekonomike që ka për ta kthyer në fuqi ushtarake dhe në vendimarrje politike, që duket thellësisht ende vështirë, pasi është një kontinent i përçarë së brendshmi, që nuk ka një autoritet qendror që t'i bëj bashkë me unitet dhe me një qëllim të përbashkët, të bashkëndar nga të gjithë aktorët, dhe për sa kohë do të jetë në këtë gjendje politike, do ta ketë shumë të vështirë dhe varësia nga Shtetet e Bashkuara do të mbetet konstante. Ata mund të duan të presin një ndryshim në administratën amerikane, për sa i përket qëndrimeve të zotit Trump, duke pritur naivisht se është thjesht Trump problemi, ndërkohë që nëse kujtojmë me vëmendje që nga koha e Obamës, Trumpit të parë, Bidenit edhe Trumpit të dytë, kemi parë që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ardhur një kërkesë e posaçme që është përgatituni, armatosuni, investoni më shumë në siguri. Sepse nëse rikthehemi te Kina, edhe që është boshti i kërcënimit që ndjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata do duan që të shkëputen nga Europa. Do duan që Europa të jetë mjaftueshëm autonome për të mbrojtur veten dhe gjithë burimet e tyre ushtarake dhe ekonomike t'i çojnë në Indo-Pajsor. Megjithatë, kjo është një marrëveshje dhe një marrëdhënie dypalëshe. Është një tango shumë e gjatë 80 vjeçare mes tyre dhe Shtetet e Bashkuara sigurisht përfitojnë nga prania e tyre në Europë, sepse ju japin thellësi si perandori. Nëse teorikisht do duhet të luftojnë në Europë, nuk do duhet të luftojnë në brigjet e perëndimore ose në brigjet lindore të Amerikës. Pra, kanë interesat e tyre dhe nga pikpamja ushtarake dhe ekonomike, sepse shesin armë në Europë, dhe kjo është diçka që atyre intereson. Por Europa e ka vendosur veten në kurth. Ka dhe një aspekt tjetër, Britania e Madhe është në një krizë shumë të thellë, sepse nëse bëjmë një pyetje shumë të thjeshtë, unë kam konsultuar me studime këtë gjë, çfarë prodhon sot Britania e Madhe? Përveç të qenit një hub i rëndësishëm i infrastrukturës tregtisë botërore, nuk është më ajo fuqi ushtarake dhe ekonomike që ka qenë. Dhe kundërshtia e hapur ndaj Shtetet e Bashkuara në këtë moment nga Britania vjen sepse zoti Trump, duke dashur të rimarrë në dorë atë që globalizimi i ka hequr Shtetet e Bashkuara, nga pikpamja e depërtimit të aktorëve të tjerë në jo korrekt në tregtin global, siç është Kina posaçërisht, ka vërë që të jetë më proteksioniste si fuqi përballë
le ta qenë kështu përballë hileve të Kinës. Dhe kjo Britaninë e nxjerr disi zbuluar nga pikpamja financiare, sepse impakti i saj në tregtinë botërore ka qenë shumë i madh, është shumë i madh, por nuk balancohet pastaj nga nevoja për të investuar në siguri, siç kanë pas bërë më parë. Ushtria e tyre është në vështirësi. Në fillim të konfliktit, Red Team mban mend që ata do të dërgonin ekspeditën e tyre detare në Mezeu, në Lindor, por patën probleme nga pikpamja Logjistike. së lundruesve të tyre. Dhe nga ana tjetër janë në një sfidë shumë të ashpër me Rusin, sepse duke ndjerë që ka tension mes Shtetet e Bashkuara dhe Britanisë së Madhe, Rusia ka bërë disa provokime që janë në natyrën e saj. Paçka se është në vështirësi shumë të madhe, ka shoqëruar një nga ato anijet e flotës së saj hije në ngushticën e angleze, për të bërë një provokim të hapur ndaj Starmerit që kishte thënë që ne nuk do lejojmë që këto anije të lundojnë në paqe, dhe nuk ndodhi asgjë. Pati një humbje të rëndë të kredibilitetit. Nga ana tjetër pati dhe një sfidë shumë të rrezikshme, sepse në ndece ruse janë raportuar mbi infrastrukturën nëndetare të Britanisë së Bashkuar, dhe kjo ka krijuar tensione që nuk kanë marrë përgjigjen e dur nga ana e Britanisë së Madhe. Madje ministri i mbrojtjes ka deklaruar që zotit Putin i them që ne e shohim, kështu tha, we see him. Në me thënë që po shohin çfarë po bën, por nuk pati një përgjigje më muskulare. Dhe që të ketë një përgjigje muskulare duhet që Shtetet e Bashkuara dhe Anglia të jenë në një gjatësi vale nga kjo pikpamje. Kjo pamja këtu që është i bie nga e djatha ime, po e majta besoj është në televizor, është momenti kur avion rus bombardues strategjik të 22 kanë bërë para 2-3 ditëve, kanë bërë një provokim të paparajmëruar, kanë lëvizur anash sigurisht në hapësirë ajrore ndërkombëtare, kanë lëvizur dhe kanë shkuar pothuajse deri afër Britanisë dhe janë kthyer sërish. Gjore, ka një aspekt që është ndoshta nga më delikatët. Sfida kryesore kur ndryshoi Bashkimi Sovjetik që u shpërbë, ishte si të mos kthej në të sëmurin e botës, sepse një Rusi e destabilizuar është një kërcënim shumë i madh. Dhe në qoftë se zoti Putin e ndjen veten të kërcënuar në këtë moment, dhe ne po shohim raportime për mbyllje të internetit, vështirësive ekonomike, në qoftë se këto do të thellohen, instinkti i parë i Putin do të jetë që të tregoj dhëmbët, të tregoj i fortë, të provokoj jashtë kufive të vet për të mbajtur në tension edhe aleatët e brendshëm, pra oligarkët kryesisht, ata janë njerëzit që mbajnë atë bashkë me një perceptim të gjerë të një pjese gjithmonë më të vogël të shoqërisë ruse, që ai është personi që po e ndihmon Rusin të jetë ende lavdishme, po rikthen në një farë mënyrë atë shkëlqimin e Bashkimit Sovjetik si koncept perandorak. Në këto provokime do të vinë në rritje, sepse do të kompensojnë dy gjëra: rënien e mbështetjes së Shtetit Bashkuara ndaj NATO-s dhe vështirësive në të cilat do ndodhet Putin. Dhe për këtë është shumë e rëndësishme që të kuptohet pse Shtetet e Bashkuara në këtë moment, ose që prej ardhjes së Trumpit, po përpiqen që të gjejnë një marrëveshje paqe me Zelenskin, i cili me të drejtë, duke qenë se është në krye të ushtrisë më të sprovuar në Europë, mund të ndihet komod në këtë moment, sepse po bën përparime, por jo mjaftueshëm për të arritur në tryezën e paqes. Mbyllja e këtij konflikti do ta tensiononte situatën në Rusi. Sidomos duke pasur parasysh efektet e paqëllimshme të degradimit të sistemit të brendshëm rus, për impaktin që mund të ketë lufta në afatgjatë. Dhe këto janë tashmë janë fakte, nuk është
as një interpretim dashakeqës ndaj Rusisë, por goditjet që kanë marrë nga lufta, incapaciteti për të mobilizuar në mënyrë konstante trupa, humbjet e rënda që po pësojnë në teren për shkak të evoluimit dramatik të kapaciteteve goditëse përmes droneve, po kemi parë dhe drone toksor, besoj ti e ke ndjekur që janë fituar pozicione për herë të parë në historinë e njerëzimit përmes kapaciteteve të droneve toksor. Dhe kjo është një përparim të robotëve. Që ta kuptojnë ata që na dëgjojnë. Në robotëve, dhe kjo është një përparim i pa imagjinueshëm, por stresi që do t'i vi sistemi ndërkombëtar nga këto përparime janë të shumta, sepse mund t'ju mbetet Rusia në dorë. Nuk dua ta qesëndis si fuqi, as si sens politik dhe të vendjerjes të rusëve si një aktor i rëndësishëm, dhe Trump e ka kuptuar këtë. Trump nuk do që Putin të humbas i poshtëruar, sepse do të kthej në një raw state, në një shtet edhe më refraktar në marrëdhëniet ndërkombëtare. Trumpit i duhet Rusia e shkëputur nga Kina. Dhe për të bërë këtë, një Rusi e dobësuar që përfundon edhe më ngushtë pranë Kinës, do të thotë një Kinë e forcuar, një Kinë që blen naftë të lirë, blen gaz të lirë, dhe ky nuk është një lajm i mirë për ne që jetojmë nga kjo anë e kësaj perde të re të hekurt. E qartë. Gent, falenderoj shumë për panoramën që na pikturove, ishte kënaqësi shumë që të pata. Faleminderit shumë për ftesën. Në këtë pjesë emisionit është bashkuar me mua Kreshtik Shollaku, ish deputet i Partisë Demokratike në Parlamentin Shqiptar, por njëkohësisht aktualisht sot këshilltar i politikës jashtme për presidenten Vjosa Osmani. Kreshtik, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Faleminderit ty Redit, faleminderit për ftesën dhe kënaqësia është e ime. Kreshtik, sot jemi prezantuar me një letër e cila i është dërguar ekskluzivisht presidentes Vjosa Osmani, si rrallë herë, por mos të thonë që nuk ka ndodhur të paktën në këtë rajonin ton ku jemi. Si e lexon këtë zhvillim? Nuk ka një precedent në këtë rajonin tonë, por dua edhe një çik më gjerë se rajoni jon, për shkak të kësaj natyre. Letra ka mbritur përmes kanaleve diplomatike, pra zyrtarisht. Është e jashtëzakonshme akti i dërgimit të një letre dhe mesazhi të tillë, por gjithashtu edhe jashtëzakonisht rëndësishme është dhe teksti brenda. Edhe pse përgjithsisht do tekste përpiqen të jenë formale, por edhe përmes atij formaliteti janë kaluar mesazhe shumë të forta, mendoj. E para njerë që është shprehur vlerësimi presidentit Trump për Vjosa Osmanin, për bashkëpunimin e tyre, për partneritetin e tyre, për komunikimin e tyre, për guximin, flet për shpejtësinë, pra është në thelb marrëdhënia midis të dyve reflektohet edhe në këtë letër me tekst si marrëdhënie shumë e afërt dhe shumë operative. E dyta shprehet besueshmëria, një element shumë i rëndësishëm. Presidenti Trump, patjetër kështu Kosovës, por në rastin konkret kështu Vjosa Osmanit, presidente ose individ, besueshmëria se një partnere e mirë dhe shumë e fortë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe presidentit Trump në këtë rast. Tentohet të theksohet ky rëndësia e besueshmërisë, sigurisë, garancisë që Shteti Bashkuar presidenti Trump ka parë te Vjosa Osmani. Dhe e treta urohet që bashkëpunimi dhe komunikimi mes tyre të rikthehet sa më shpejt, që prek më shumë se të shkuarën, prek sigurisht të ardhmen e Vjosa Osmanit dhe komunikimit dhe partneritetit me saj dhe presidentit Trump. Dhe mendoj këto janë 3 mesazhe shumë të forta, shumë të rëndësishme, të cilën Shtëpia e Bardhë, presidenti Trump ka dashur dhe ka lejuar dhe ka dashur të bëhen publik, sepse përgjithsisht të mund mos kishin qenë. Mund të ishte një letër, por jo publike. Kanë dashur të jetë një mesazh publik. Kështu që jemi absolutisht entuziast, të kënaqur, në rast parë që vlerësim për Vjosën, është besimi që ajo mban ruan me Shtëpinë e Bardhë.
Dhe pritshmëria amerikane që një partner si Vjosa, një garanci pro-amerikane në këtë rajon kaq problematik, të jetë të rikthehet në ato kanale të komunikimit politik midis dy institucioneve apo dy vendeve. Kështu që çfarë themi, jemi shumë të kënaqur me këtë gjë dhe çdo kush që e sheh tekstin e kupton. Ka dashur të bëhet publike ajo që thatë ju, e para dhe e dyta ka folur për një aleat besueshëm dhe për një mundësi bashkëpunimi tjetër në të ardhmen. Çka do të thotë? Mezi pretot kthehet bashkëpunimi. Që do të thotë? Që do të thotë, si ka thënë gjitha, çfarë do të thotë? Do të thotë që çfarë ndodhi, ky atentat do të thotë ndaj pro-amerikanizmit në Kosovë, kjo pengesë e përkohshme kërkëshim një individi si Vjosa Osmani që në sy të gjithë botës, presidenti i vendit të globit, kujdeset të përçojë mesazhin e një afrie ekstreme, që i thot kur të kërcënon armiku historik kryesor më agresiv, ti ke nevojë vetëm marrësh mua në telefon, dhe sigurisht të mund të kishte në bisedë private, por zgjodhet ja thoshte para gjithë globit. Pra njëri i tillë që pengohet pastaj të vazhdojë këtë punë të jashtëzakonshme që Vjosa nisi me Trump, administrata amerikane, në Shtëpinë e Bardhë me sekretarin e Shtetit Rubio, nuk është një punë e cila mund të ndalet nga çdo lloj intrige o borri që mundot në kuvendin e Kosovës. Kështu që mesazhi besoj që është i qartë dhe është i shkruar e zezan të bardhë. Folet për pengim, folet për intrig, folet për një tentativë për të penguar një aleat të paçmuar të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për çfarë bëhet fjalë, se ne këte nga Shqipëria nuk i kuptojmë mirë mesazhet që vijnë nga le të themi politika e brendshme në Kosovë. Po shikon, në këtë rast nuk është se ka shumë konspiracion për të fshehur. Kosova, Vjosa, presidente, arriti të thyet, shpartalloi të embargo disa vjeçare të Serbisë dhe Rusisë në njohjet e Kosovës dhe organizimet ndërkombëtare. Vjosa me aftësinë e inteligjencën e vet diplomatike arriti të vendosë Kosovën në tryezat më të rëndësishme dhe më delikate vendimarrëse të globit. Dhe këtë po ja them jo si një vëzhgues nga larg, po si dëshmitar i ngjarjeve. Unë kam qenë në Riyadh me Vjosa Osmani. Ka të njohjet e reja mbi të gjitha është njohja e Sirisë. Siria një vend proksi i Rusisë, bartës e terrorizmit, kundërshtar armik Amerikës, destabilizuese e zonësve. Siria bëri përmbysje të thellë të gjeopolitikës globale. Nga një kundërshtare apo aleate e Rusisë, kundërshtare e Shbas, u kthye dhe u rreshtua në krah Shtetet Bashkuara të Amerikës. Presidenti i ri i Sirisë vizitoi Shtëpinë e Bardhë. Por duhet të kujtojë diçka. Vetëm një javë para se presidenti i ri sirian të vizitonte Shtëpinë e Bardhë për të mbyllur përfundimisht pozicionimin e Sirisë, në Riyadh, në prani të presidentit të ri sirian, në prani dhe me mbështetjen të princit kuror së Arabisë Saudite, në prani të njerëzve më të afërt të presidentit Trump, në prani dhe mbështetje të njerëzve më të rëndësishëm të presidentit Erdogan, Vjosa Osmani arriti të bëjë bashkë këtë konglomerat njerëzish dhe Siria njeh Kosovën. Njohja e Kosovës nga Siria ishte thua ai pas kodi i fundit, një garanci tjetër që të provonte se Siria kalonte nga një vend krah Rusisë në një vend krah Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe këtu Vjosa Osmani arriti të fusë Kosovën në epiqendër të këtyre marrëdhënieve, duke i dhënë këtë vend, këtë pozicion kaq të privilegjuar, kaq të rëndësishëm dhe jetik. Këtë nuk po ja them as si studius, nuk po ja them as si ndjekës të lajmeve, po ja them si dëshmitar në vetë të parë. E kam jetuar dhe përjetuar vetë këtë operacion të themi, inteligent diplomatik të Vjosa Osmanit, në mënyrë të po të ma këshin thëtë dhe kësha besër, unë e kam të jetuar. Tjetër, vizita në Washington, futja e Kosovës si vend antar themelues i Bordit Paqes, organizmi ndërkombëtar i cilin më shumë të investon në Shtetet Bashkuara të Amerikës sot, është një jashtëzakonshme, është një njohje e sovranitetit dhe pavarësisë e dytë. Fakti që Trump i thotë po probleme me Serbinë mua në telefon është një garanci e sigurisë saj.
pasaj takimi i Vjosës me presidentin Osmani me sekretarin Rubio. Dhe këtë po ta them si dëshmitar. Sekretari Rubio thot kam porosi nga presidenti Trump çfarë nevojë keni për vendin tuaj. Dhe Vjosa Osmani i lëshoi në tavolinë një dosje dhe në tani më nuk është sekret, unë po e them, një projekt pune konkret për njohje të reja 20 deri në 30 vende të reja. Dhe me Rubion kam diskutuar temë për temë, vend për vend, individ për individ. Kaq po them, nuk po them më shumë. Pra qartësisht kishte një shpërthim diplomatik të Vjosa Osmanit në raport me Shtetet Bashkuara dhe efektet e tyre në funksion Kosovës. A imagjinoni çdo të thotë që për një periudhë shumë të shkurtër Kosova të realizonte me mbështetjen e administratës Trump 20 deri 30 njohje të reja? Po mbërje pika kritike në Këshill në OKB. Po bëhesh e pavlefshme vetoja ruse. E sigurisht si mendoni ndjej Vučić apo Serbia në këtë shpartallim total diplomatik. Po doni edhe Rusia dhe fuqi të tjera. E pikërisht një individ i tillë që vende nuk e kanë, investojnë ta krijojnë, ta sajojnë. Kosova e ka, shqiptaria e kishte. Shqiptaria e ka. Sepse sigurisht Kosova fliste edhe për shqiptar, fliste edhe për Preshevën, fliste edhe për Shqipërinë, edhe për Maqedoninë e Veriut, edhe për këtë vatër të madhe faktor të rëndësishëm janë shqiptarë në rajon. Pikërisht një person i tillë rrëzohet në parlament të Kosovës për intriga pallati, për inate njerëzish individesh, mua nuk më rinë në logjik. Nuk i kam fare qef teoritë e konspiracionit apo komploteve, por nuk më rinë në logjik. Mendoj që përpjekja për penguar Vjosa Osmanin në krejt shtetit Kosovës ka gëzuar shumë faktorë tjerë jashtë Kosovës, jo miqësor me Kosovën. Dhe patjetër një dëm që i bëjt, jo Kosovës, po i bërë një dëm, tentuar të bëjt një dëm krejt faktorit shqiptar në Ballkan, ekuilibrave shumë të mëdhaja se rajoni jo. Kështu që prandaj them që prandaj dhe Shtëpia e Bardhë e jep mesazhin hapur, jo në mënyrë të mbyllur dhe konfidenciale, prandaj dërgon mesazhet e duhur dhe do vazhdoj të vinë. Dhe prandaj është kjo situatë ku jemi, ku Vjosa është dënuar tani më ta përmbyll këtë mision, sepse ai nuk është një mision i karrierës së saj personale, do të ishte gjë e thjeshtë histori. Tu ka një përpjekje për të devijuar akset e strategjike të rajonit dhe një pikë super nevralgjike që është Kosova. Pra nuk është dhe aq për karrige. Sa kohë luhen, më besoni se është për karrige. Sa kohë luhen fate kaq të mëdha. Absolutisht. Kështu që Kreshnik folët edhe është e dënuar ta vazhdoj zonja Osmani betejën e saj. Çfarë do të thotë kjo? Do jemi përballë një projekti të ri të presidentes Osmani, një projekti të ri politik apo një aleancë të re apo para rritis lutem ndjes, para se të shkoj tek përgjigjja e kësaj pyetje shumë e vlefshme. Po më lejo të shpjegoj edhe pak po për treguar se çfarë i ndodhi dhe vetë Kosovës kjo pengesa e Vjosa Osmanit. I shkakton një krizë të re, i shkakton një ngërsh të ri. Dhe çfarë ndodhi? Vjosa ka qenë një bashkëpunëtare politike me Albin Kurtin për një periudhë 5 vjeçare. Luajale, sigurisht me diferencat e tyre. Mbas zgjedhjeve të dhjetorit, ku ndosje mori rezultat jashtëzakonisht të mirë, 51% dhe rreth 66 mandate në sallën e parlamentit. Ka patur një takim politik, sepse nga ana institucionale ata kanë punuar me njëri tjetrin. Por një takim politik për të ardhmen e të dyve bashkëpunëve. Dhe në këtë takim politik çështja e presidentit, zoti Kurti i garantoi Vjosa Osmanit në janar, po them të fjalë. 66 votat në shtetin e shumicës tij qeverisë. Duke i kërkuar që të përpiqej të siguronte diferencën nga opozita, dhe diferenca që do i duhet edhe të Kurti për të patur një president ose për Vjosën presidente, do të ishte vetëm 13 vota ose prani në sallë nga opozita. Këtë logjike normale, presidenti Osmani, gjithë në ekipi u angazhuan në këtë komunikim përpjekje që të kontaktonin dhe të garantojë kjo mbështetje. Po e them tani duke qenë se historia ka kaluar. Jo 13, por të gatshëm nga opozita, parti, subjekte politike apo individ, deputet, për të dhënë mbështetjen për Vjosa Osmanin presidente në sallë ishin më shumë se 22 apo 25 deputet. Dhe sigurisht ky ishte një lajm shumë i mirë. 3 ditë përpara se të ndodhte seanca votimi,
Ky fakt, kjo garanci, ju komunikuar do të Kurti nga zonja Osmani, pra që jo 13, po kam të sigurta 25 të tjera. E në atë moment, në mënyrë totalisht befasuese, pa pritur, do po them unë jam një ndër njerëzit më i çuditur dhe më se kam kurse kisha besuar këtë version. Albin Kurti, zoti Kurti thotë që jo ti nuk do të jesh kandidatja e vetëvendosjes. Tu filloi kriza dhe këtu u mbyt kriza. Në rast se Albin Kurti do të kishte mbajtur fjalën krahashi Vjosa Osmanit, duke dhënë mbështetjen e votave të vetëvendosjes në sallë, sot Kosova nuk do të ishte në ngërsh. Vjosa Osmani do të ishte presidente që para një muaji, sepse një partit opozitare apo deputet opozitar do ta mbështetnin në ringjalljen e saj. Pikërisht se Albin Kurti nuk e mbajti këtë kontratë njerëzore, morale o politike në Vjosa Osmanin, sot jemi në ngërçin që detyrohet Kosova në mënyrë të qartë të shkojnë zgjedhje të reja të parakohshme, sepse dhe LDK-ja, por dhe PDK-ja kanë refuzuar me sa duket skenarin e zotit Kurti për të patur presidentin partia e tij vetëvendosjes. Kështu që kjo është gjëja që ka ndodhur. Unë vazhdoj besoj se dallimi, ata mund të kenë patur, Vjosa Albini mund të kenë patur dallimet e tyre për gjatë kohërave, sepse vinë nga dy shkolla të ndryshme politike. Kjo është një rrugoviste djathtë, ai është një majt, në ka ideologjia, por sigurisht unë kam qenë në mbështetësit e bashkëpunimit të tyre, dhe mendoj që i ka bërë gjëra të mira për Kosovën, unë nuk e mohoj dot të. Por çfarë ka qenë ai elementi i cili krijoi atë diversitetin më të fortë? Apo po doni krijoi reaksionin kimik që e bëri të pamundur, që e theu binomin, unë mendoj dhe kam bindjen ka qenë në bordi i paqes dhe shpejtësia me cilën Vjosa Osmani kërkonte të lidhte marrëdhëniet që ndronte të fuqizonte marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidentin Trump. Është publike, unë mund të them shumë, s'po them, është publike ftohtësia me cilën zoti Kurti dhe qeveria priti bordin e paqes, ftohtësia po them në rastin më të mirë. Ndërsa nga presidenti Osmani ndjej qartësisht entuziazmi, përkushtimi dhe nxitja drejt atij projekti, por në tërësi, në këtë aleancë të pakushtuar me Shtetet Bashkuara. Mendoj ky është dallimi kryesor që e theu, dhe mendoj që për këtë gjë atë çfarë refuzuan ta bëjnë 120 deputet në sallë të parlamentit, dash për inate personale, për intriga të borrit politike, nuk e di këtë gjë, s'ja bëj dot emrin, apo mbase që e ka fryrë apo i kanë fërkuar duart në mos nxitur dhe fuqi tjera jo miqësore me Kosovën, tani zgjedh ta bëj presidentja dhe mendoj radhën e ka ta vendosja përgjigjen njerëzit, popullit. Dhe për të ardhur përgjigjes tuaj. Që nga dita e parë e lënies së mandatit, për cilën u kujdes presidenti Osmani dhe lënë me gjithë transparencën e mundshme dhe absolutisht respektin institucional, ajo është futur në një fuçat dëgjuese me njerëzit, me mbështetësit e saj. Do të them diçka redi, shumë e njohin Kosovën Vjosën nga zyra presidente, se ato zyrat janë shumë pak të ftohta rreth. Por Vjosa është tipikja politikane së terrenit. Vjosa kur nuk ka shpërputur komunikimin me mbështetësit e saj, njerëzit e saj. Qoftë kur në ata të kohës LDK-s, e qoftë dhe këta të rinj tani. Kështu që Vjosa këtë bisedë kemi patur që e kam pyetur çfarë mendon, si do bëjmë, si do bësh? Tha në rast të parë, tani nuk do pyes më këshilltarë, do pyes njerëz. Dhe po pyet njerëzit e saj, njerëzit që kanë mbështetur në gjithë Kosovën, në çdo komunë, në çdo lagje, në çdo derë, në çdo shtëpi. Unë kam mbështetur shumë këtë zgjedhje të saj. Mendoj që janë ditët e fundit që ajo do të vinë në një feedback të fortë nga njerëzit, dhe pasi e patjetër do tulet të gjejë një formulë politike që do të ballafaqohet sfidës elektorale. Por po ta them në përgjithësi, çfarë pengoi ta bëj politika në sallë të kuvendit të Kosovës, Vjosa ka zgjedhur, ka vendosur t'ia kërkojë njerëzve që ta zgjedhin me votën në mbështetjen e tyre hap. Dhe le të shpresojmë që Vjosa Osmani të marrë atë që meriton Kreshnik, për shkak të asaj që edhe ju e thatë më parë, për shkak se përfaqëson në kuptimin strategjik një nga partnerët më të rëndësishëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe për interesin e drejt për drejt Kosovës, dhe për sigurinë e Kosovës, kredi. Kosova është një vend i konsoliduar sot. Kosova ka një polici të mirë, ka një ushtri të mirë. Kosova ka zhvillim. Por më beso, çfarë zhduk çdo ëndër serbe për rikthim apo të soptim në një botë kur në një kohë që po jetojmë ku nga mjezi ndark shohim vende që pushtohen apo sulmohen,
e bën uniforma amerikane, sten flamuri amerikan mbi uniformat e KFOR-it, asnjë iluzion mos keni. Kështu që për Kosovën nuk është çështje filozofie kjo. Kjo për Kosovën kjo është sigurie. Fëmijët e Kosovës flen më të qetë kur e di që amerikanët janë aty. Të rinjtë e Kosovës kanë një ditë më të qetë kur mendojnë që janë amerikanët aty. Në të kundërt do të ishte aventurë çdo lloj qasje e Kosovës neutrale apo aq më keq refuzuese ka shi përkushtimet amerikane. Kështu që Vjosa ka, jo thash, detyruar të përfaqësojë këtë linjë, këtë frym, të mision dhe do ta bëj tani përmes njerëzve. Le të shpresojmë që do ta përmbush. Kreshnik, kënaqësi që të pata. Falenderoj edhe unë ty. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natën e mirë.